Mirëmëngjesi! Mirë se erdhët njerëz. Mirëmëngjes toksor, apo jo? Jo, gatrove fashorar. Të vjen çani direkt pam. Edhe thotë që dale pak djali dashur, nuk ka guxuar kush deri më sot. Ishin ata manekinet e çanit. Ma bën mua. Tani reaguan direkt. O djal. Po pra ç'a bën? Hej, po si jeni më? Si jeni Jo, mirë mund ç'a bëhet. Se kjo koha sot, si keni një. Se jashtë është një kohë se edhe ne u zhgënyem, se është vrejnëtur, po zhgrigjo. Grigjo, po, e vërtet. Duket në fakt një kohë fillim djeshte. Po, dhe ka një lloj prizmatimi kjo lloj kohe, mua se si më bën të ndihem kjo. Të gjithëve na ka prekur, si me atë energjinë e zakonshme. Ti merr energji dhe karikim gjithkohës, për shkak shplodhesh, mendon që shplodhesh. Shikon këtë kohën jashtë shumë minus 50% direkt bateria në tokë. Por se ne me sa duket funksionon kemi me panele diellor. Po pra. Dhe kjo është shumë e rëndësishme se për shembull, ku e dim ne si është koha jashtë, pse duhet na bëj kohën, kur ne nuk e shohim atë. Po kur pihet e more energji. E pra, dakor, po them edhe në shtëpi, po edhe në punë. Jo, mua nuk ndodhi, unë usira shumë mirë, u vesha hollshëm, dal jashtë, tash do zër shiu sot. Po, kemi shi. Se disi parashikojmë në shqiptarët, vazhdojmë të jemi. Duket që në mëngjes. Po. Vazhdojmë të parashikojmë me Italinë, për shkak që po binte në Itali dje edhe për dje rebesh, do vi rebesh. Ditën tjetër ose maksimumi ditën e 2 do vinë në Shqipëri dhe ne vazhdojmë të jemi me të tilla parashikime. Ja ta shohim live. Nuk është gjë. Ta shohim live asgjë s'ka. Asgjë. Thuhet që do të jetë vrentur deri pas dite. Dhe nesër në vazhdim do jetë dielli saç. Nesër në vazhdim. Mira jo, po çudia ishte dje në darkë që makina ime ishte 29 gradë Celsius, rreth orës 10, diçka e tillë. Në makinë ishte 29 gradë Celsius. Dje ka qenë një ndër ato ditë që unë vetëm kam djersitur, edhe më zhdukur vetja si kur jetoja në Afrikë. Ishte mbytse. Vapa, ishte e tmerrshme. Nuk e di ku jeton. Ne flasim për gjëra bazike si nga qendra, afra, ndaj kështu, jo në fresk. Fresku nuk merret për bazë. Fresku frynt e një veri që ç'të të them. Fresk frynt e veri. Po, fresku shumë fresk, gjithmonë shumë fresk. Është Republika e Pavarur e freskë. Po e kam thënë. Ambasadorja këtu. Ambasadorja, ja, ke drejtë. Sa po hyn aty ti direkt. A na ka policia për shembull po ta kalojmë atë murin ndarës të freskut që tregon që po hyn në shtet tjetër? Po patjetër. Na ka policia. Po kërkon mjet identifikimi. Domos sepse aty është probleme e zona. Po kalove një mur, varet ku përfundon, aty ka vetëm kështu blloqe policie të sikur po ikën Kuba. Republika de Kuba! Jam i huaj, presor, jam i huaj, nuk marrë vesh. Çdo doja tani në një nga ato mikset latine të Kubës. Po. Regjia shkruani Kuba, kolletin mix edhe... Si jemi, vetëm ta provoj pak regjia, ndërkohë që unë filloj dhe bëj një segafredo të ma bëjnë qefin, se bëhet kafja, vjet edhe pak muzikë latine, kubaneze, edhe jemi gati për pak bachata. Unë do doja shumë këngën e Genës, kjo është jeta. Kjo është jeta ime, dua ta jetoj. Kjo është jeta ime, e do ta jetoj. Edhe ajo ka vibe lezetshëm. Kthehemi se kemi shumë të nevojshme. Nuk duhet pak kjo këngë tani? Jo, duhet po fare tash. Duhet po, tash ti e gjejmë të këngën në periudhë shumë të gabuar. Ishim fix për këtë segafredon këtu. Brazil. Le Origin Brazil. Ishim fix për këtë në fakt tani, po që ja. Si ishim veshur si pas rastit. Po, nuk na gjende, nuk na gjende. Këto që na ndodhen. Këto që na ndodhen, djes na vë kështu këngë shkruaj që kishim fustane, kishim gjë, për shembull robi, ti kishe atë të lidhur këtu. Diçka, shallin. Isha meksikane, fare. Romina për shembull i shkonte një këngë One Republic dje për shembull. Kush më? Ato, një nga këngët e One Republic, çon si ka, se ato ishin se ishte shik më shumë se sa kështu meksikane. Po ja. Unë vetë pak nga Franca, po. E dashur bëft mirë. Prandaj bëra një këngë franceze. Ua, direkt. Se erdhi kjo ditë që unë ti them pa më thënë. Edhe kur mendoj ndonjëherë të zgjedh gjumin, them si të rri unë pa një segafredo. Nuk rrihet. Detyrohem vi.
Po, fluturoj. Po sot ishte nga ato ditë me të vërtetë që ti i pyet gjithë njerëzit, po jo, sigurisht si jemi shumë në Terezi, sot ishin gjithë shtrije. Ja, shifi gjithë pas e Gafredo si E, po ju s'ma keni treguar se si kaluat dje. Dje ka qenë indesive si. A ka qenë një ditë mbase... Gjante pak të hënës. A ka qenë një ditë mbase dje që keni bërë diçka të veçantë ose që mund keni pasur kujtime të bukura, kështu të lezetshme mbase. Apo jo? Unë dje kam thy djetën. Pak të lezetshme. Kam thy djetën dje. Ke thyer dietën ti dje? A, mo. Ishte cheat day, kam... Po me qa e theve? Me akullore. Me akullore, frutat nuk shuhen këtu. Ti e di, varet që konsideron ti dhe dieta jo? Nikola nuk i quan frutat. Pjesë të dietës. Po, Nikola thot që frutat bëjnë dëm. Madje thot që ti po helmohesh nëse. Okej, jam helmuar dje, pra. A, që ke helmuar mjaftueshëm. Edhe kjo është një thyerje. Kaq, e kam thy. Ti? Jo, nuk e kam thy ashtu se ti. Kam bërë një tjetër thyerje në jetën time. Me çfarë eksperiencë të re ke thyer? O, me ca kështu memorizime, kujtimesh, momentesh, me foto, për shembull, një fotosesion. Po që ajo që është më shumë e rëndësishme është që unë po filloj të kuptoj gjëra të reja nga jeta. Për shembull, sa e rëndësishme është që të mos i bësh foto vetëm me telefonin. Po t'i bësh edhe fotot, sepse unë kam një procedurë në jetën time që njërë në 3 ose 5 muaj, s'është e përcaktuar, i printoj fotot, i laj, si shtuet. Ka lezet. Dhe edhe pse është e ndjesia që ti do t'a hapësh foton t'a shikosh me zoom, po është printi është tjetër gjë. Dhe kjo gjë ndosë sidomos kur, edhe me veten tënde që të bësh foto, po sidomos kur ke fëmijë. Sepse ti shikon ciklet të ndryshme të fëmijës tënë, ndryshimi i portretit, i flokëve, gjatësia, gjithashtu. Kështu, bëni foto, printojni, mbajnë në shtëpi ato albumet, rikthimi albumeve është gjë më fantastike. Është nostalgji, është ta mbash kujtimin aty, sepse ja ndodhi që në telefon mund të t'ikin, mund të mos i kesh, ose i rikthesh, por nuk është e njëjta ndjesi. Është e njëjta gjë që mund ta bëjnë të gjithë si procedurë, pra, që mund t'i kenë gjithë në telefon. Është e vërtetë se ne tani për shembull në këtë moshë që jemi, kur futemi dhe shohim albumet kur ishim të vegjël, është ndjesi tjetër krahasimisht me kur ti hyn edhe shfleton këtë galerin këtu në telefon. Është diçka më e paprekshme. Edhe në telefon u ikën cilësia kur ishe më vonë. Kështu janë më të sigurta prind, kujtime më të bukura. Ne për shembull kur ishim vegjël, babi e kishte tradit që çdo 6 muaj minimumi do bënim foto. Do të kishim një aparat, ka pasur gjithë jetën një aparat, edhe bënim foto vetë në shtëpi, i lanim, printonim. Kjo nuk si ati vëmë pastaj. Po më mungojnë ato kujtime. Edhe prandaj të thash, është ndjesi fantastike. Unë para disa kosh, para 8 vitesh, ose ndoshta edhe më pak, e kam zbuluar këtë gjë tek vetja ime që më ka pëlqyer shumë dhe e bëra si rregull timin. Në fund të çdo muaji unë laja të paktën 50 foto nga telefoni, ato që kisha bërë në telefon janë nëpër studio. Dhe pastaj fillova që të më pëlqente kjo si ndjesi dhe t'i bëja qoftë edhe në një studio ose në një ambient dhe t'i laja. Dhe pastaj kur bëshin 3 muaj, për shembull laja 100 foto. I printoja. Dhe ajo është ndjesia fantastike. Albumi, duhet të rikthehet albumi. Unë mund të kem printuar një foto që në kohët e gjimnazit. Që i bie. Oho. Me vërtet? Ska gjë, oho. Shumë e bie. Jo, ti duhet ta bësh të gjë. E rëndësishme është që duhet në printuar. Po, kam përshtypjen që është më e vlefshme kur ke fëmijë, të mbledhin më shumë për foto. Se ne sa shkama, sa do bëjmë vetën e foto. Jo, ka një gjë që ti tani nuk e kupton. Po ti nëse do i lash tani fotot ose do i printosh fotot që ti ke në telefon, pas një viti ato bëjnë shumë sens. Se mund të mos si kuptosh tani. Janë faza, periudat jetës. Po, se pas një viti ty të lidhet me kujtimet, të lidhet me momenti që ti ke bërë, pra. Ka një lloj kuptimi pak më vonë, ndoshta tani jo për momentin. Prandaj njeriu i lë gjithmonë fotot ose gjërat e veta. Si jemi kondra. Atëherë, kondra s'ka, abstenim jo, pro të gjithë miratohet. Ecim videot virale me njerë. Po. Ja pra. Kur Vjera t'jep këshilla si të prinderosh për ti po jeton çdo ditë me punën e saj. Kjo është për ato rastet që nuk po ecën mirë gjëja se në rastet që të ecën mirë, vërtet ti e sheh rezultatin edhe thua okej, doja marr të gjitha këshillat sepse janë këshilla të domosdoshme që do më vlen. Për shembull, pata unë atë periudhën që më dilin të gjitha
këto para 4 vitesh. Edhe ishin këto shprehjet që po rritani e kam parë si ke rrit djalin tënd. Dhëmb, kur thuhet? Jo, duhet të dhëmbi, nuk e di. Duhet të dhëmbi, po më dini vetëm meme të këtilla dhe njerëzit që komentonin ishin pafund. Si ke rrit vajzën tënde, si ke rrit djalin tënde. Janë totalisht shumë kreative. Ikem te titujt sepse thuhet që kemi shumë. Opa. Gjykata merr vendimin për reperin Gjiko. Reagon për herë të parë Elita Rudi. Po, kemi një status. Çështja e shumë përfolur. Çështja e shumë përfolur, sigurisht ishte në një dilemë shumë të madhe, por Elita Rudi ka reaguar që sot mbyllet një plagë që na dhembi, por kur nuk na ndau. Sot u vërtetua ajo që zemra ime ka ditë gjithmonë, ti je i pafajshëm, i kemi dëruar fjalët, akuza, dyshime, por asnjëherë s'u dorëzua. Më kujtohet si sot kur më the, nëse ti je me mua, s'ka rëndësi kush është kundër, veç me pas ty mjafton. Ti kur se ule kokën, punove më shumë se kur, e kur unë do bësosha, forca jote më ngriti. Sot qaj nga gëzimi që e vërteta u tha. Përpara kemi veç dritë më të fortë se kur. Bëhet fjalë për çështjen që Gjiko ka qenë në gjykatë ku akuzohej për abuzime seksuale me fëmijë, apo jo? Dhe ka pas aludime gjatë gjithë kohës, është fajtor, e mbështet Elita, u ndat shifti për shkak të kësaj, apo jo? Është shumë vështirë të të akuzojnë për diçka të tillë, e të kesh këto akuza që të rëndojnë në momentin që ti edhe baba, është dy fish më... Ama Elita e ka mbështetur që në fillimet, kur çështja ishte shumë e zjartë edhe mediatike. Pati edhe njerëz që i komentonin Elitës, po si ti mund të pranosh dhe të mbështesësh burrin tënd kur akuza është shumë e fortë dhe ka të bëjë me të mitur, me minorene, dhe Elita ka bërë edhe një reagim shumë më përpara, se që unë i besoj shumë partnerit tim dhe atij njeriu që unë kam në krah, e di çfarë njeriu është dhe e di që s'do ta bënte kurrë një gjë të tillë. Dhe fakti të qëndruarit kaq besnike dashurisë dhe të njohurit me të vërtet partnerin shumë mirë, e tregoi kjo që gjykata e ka marrë vendimin në fund për Gjikon dhe që është shpallur i pafajshëm. Si duket u mbyll një cikël shumë i vështirë për ata të dy, sepse u duk që i pengoi ata në të bërit planet të jetuarit normalisht, që kështu gjithçka përfundon një ditë, gjithçka merr një kuptim, por në këtë rast ka marrë kuptimin më të mirë. Është një cikël që s'kishte si të lindte pa prekur si familje, po edhe nga ana profesionale dhe nga ana personale, në çdo anë është një cikël që ty të prek, sepse akuza tilla, sidomos në ditët e sotme, janë akuza shumë të rënda. Dhe siç e thash edhe më përpara, kur ti ke edhe fëmijë vet, ajo është diçka që do i ngelet edhe fëmijës tënd të ardhmen. Por të paktën pafajësia është provuar edhe në momentin që shpallet i pafajshëm, sado që të mundohen ata, ka pakun definitiv nuk ja vën dot, sepse është diçka që ty të ngelet në memorie dhe të lë një shenjë, por të paktën është një shenjë që nuk është finalizuar për keq, është një shenjë që është finalizuar për mirë. Pra do thuash gjithsesi sistemi do të quajë si me njoll në biografi. Absolutisht, sepse ti njëherë e ke pasur një njoll të tillë, pavarësisht se ke dalë i pafajshëm, mjafton që ty të shpërfolur emri për abuzime me fëmijë. Në kohën që ne jetojmë, që mjafton që dikush kërkojë emrin tënd dhe mund të dalin gjitha lajmet vërteta apo jo. E ndikojnë në karrierë, ndikojnë në anë profesionale, ndikojnë në rezultate tek fëmijët, dhe fëmijët në të ardhmen. Po, patjetër. Është vërtet njoll biografike. Që kështu, mirë, gjithsesi mori një tjetër, do marri tashmë një tjetër rrjedhë gjithë historia, meqense ka një finalizim të gjithë kësaj çështjeje. Okej, ikim te tjetri? Ecim. Pas diagnostikimit me kancer, Jessie J bën një pauzë nga muzika. Ka qarkulluar dje për mua një ndër videot më të bukura që kam parë. Edhe më të prekshme. Mënyra trimëria se si ajo e tregonte. Video shumë e fuqishme trimëria se si ajo e përballonte si situatë, mënyra se si ajo e tha, ja e shohim se kemi video. Ishte shumë emocionuese. Fjalim, po. Ka një gjë që në fillim duket shumë e mbushur, bën atë me gjuhën e trupit, bën atë frymarrjen dhe buzëqeshjen këtu që shtrëngohet pak. Dhe pa diskutim që ishte një ndër fjalimet më frymëzuese të paktën që është bërë kohët e fundit, ka një vokacion shumë të veçantë Jessie J. Mënyra se si ajo i flet njerëzve, do të thënë tregon një lloj fuqie. Unë për shembull pas shumë vitesh, po për pak vite do ta shikoja si një zë politikane për shembull, ose një njerëz që bën këto fjalimet motivuese. Ajo ka një lloj impakti, po një forcë fjale shumë të madhe, saqë
imagjino që ajo u rikthye, sepse u kërkua rikthimi i saj. Bëri turne, zbuloi kancerin, tani thotë që unë do iki, po do vi prapë, sepse do bëj këtë betejën time me kancerin e gjirit, që kështu nuk ka gjë më frymëzuese edhe më është shumë frymëzuese dhe fakti që ajo zgjodhi ta bëj publike, pra ta ndajë me fansat e vet, me gjithë botën një problem sa i shëndetësor, duke u dhënë kurajo të gjithë atyre që janë duke kaluar. Se ndoshta shumë do ta kishin mbajtur private, do kishin zgjedhur ta luftonin apo ta mposhnin. Edhe mund thoshin deklarata që unë kam kaluar. Po, dhe mund ta tregonin më pas si ngjarje. Po ta kalosh kështu të gjithë një zëri bashkë me fansat, bashkë me njerëzit që e duan, duhet shumë fuqi. Po edhe mënyra se si ajo e nisi, sepse ajo është gjë më e rëndësishme, sepse tha sot është shfaqja ime e fundit përpara se unë të shkoj dhe të mund kancerin e gjirit, para se të shkoj ta mposhtë, kështu që ajo është e bindur që do ta mposhtë. Sigurisht. Dhe e deklaroi që do shkoj dhe do bëj operacionin e saj për kancerin e gjirit. Pra mënyra se si ajo e thot ka shumë rëndësi, sepse edhe ndihmon dhe atë psikologjikisht mbi të gjitha. Se si që kanë thënë edhe mjekët, duhet t'jesh shumë i fort psikologjikisht për të shkuar kundër asaj lloji sëmundje. Kështu që ne i urojmë shërim të shpejt Jessie J, edhe është njeri shumë frymëzues, gjithë jetën ka qenë frymëzuese me muzikën që ka bërë, por në momente të tilla dallon njeriu që ka një vokacion edhe ka një talent ndryshe në këtë botë. Edhe Jessie J është pikërisht një person që është genial në të gjithë krijimtarinë e saj dhe geniale edhe në mënyrën se si i koncepton. Fantastike. Unë thjesht e adhuroj figurën e asaj dhe është një ndër njerëzit që unë e kam ndjekur që shumë herët, nuk e mbaj mend para sa vitesh, por që shumë herët dhe është fiks nga ato figurat që ti dëgjon çdo gjë, ti shikon, ti di jetën, i di çdo postim që kanë nxjerrë, domethënë gjatë gjithë kohës, edhe pastaj ndodh edhe ky fjalimi që unë jam shumë e sigurt që në turneun që e ka pasur edhe vajza që e kanë kaluar si gjë, ose mund të kenë qenë edhe në proces, sepse njerëzit për të parë idhullin e tyre bëjnë këtë sakrifisë që ndoshta mund të jetë edhe me kimjoterapi dhe shkojnë për ta ndjekur. Që kështu ajo kishte një lloj fuqie që më sa duket i shëroi njerëzit vetëm aty ku ishin, imagjino pastaj gjatë rrugtimit. Që besoj unë do ta shfaqë, do të jetë updateuar të gjithë turma e fansave të saj në lidhje me situatën, duke qenë se ajo zgjodhi vetë ta bëj publike. Nuk ke që thua në tilla raste. Shërim të shpejt, ka lutjet e gjithë njerëzve që nuk do t'ja di fare kanceri se kë prek. Pa diskutim. Personalitetet njohura, personalitetet që ne jemi mësuar t'i shohim gjithkohës aktiv në skenë, të pezullon jetën, të pezullon aktivitetin tënd, por e rëndësishme është mënyra se si ti zgjedh që ta përballësh. Ishte një lajm si i Joe Biden që u tha që kanceri prek të gjithë, pra nuk i diferencon, nuk do t'ja di kush është ish president, kush është njeri thjesht, kush është një punëtor, kush është një këngëtar, kush është një artist. Që kështu kujdesi për veten dhe shëndeti është shumë e rëndësishme për gjithë. Ka raste akoma më të vështira, se kemi parë miliarderin indian tashmë së fundmi, Sanjay Kapoor, një ndër më të mëdhenj të botës që vdiq për shkak se i hyri bleta në gojë. Pra ajo e pickoi, në momentin që i hyri në gojë, rast alergjie, edhe psoi me një herë sulm në zemër dhe pra, jeta ka të papritrat e veta, tashmë jemi mësuar, por që... Me vigjilencë dhe me kujdes për shëndetin, ecin dhe titull tjetër. Brenda dasmës Alex Soros dhe Huma Abedin. Kemi një kolazh me shumë foto nga dasma e tyre. Ka shumë përfaqësuesi? Jo, mirë them nga ne. Nga ne? Të janë shumë foto nga dasma e tyre, ka qenë një dasëm madhështore, shohim ka Adrien Brody për shembull këtu, ka personalitete të jashtëzakonshëm, tani shumë emra s'po na vijnë për momentin. Po e sigur që janë gjithë të njohur. Qifti personalisht kur i kam parë nuk është se më zhdukur një qift shumë i përputhshëm në imazh, më janë dukur shumë larg njëri tjetrit në imazh, por normalisht janë pamje paraprake të qiftit, kështu që ne nuk i njohim nga afër. Jo, sigurisht, ata mund t'i njohin vetes dhe njëri tjetrit shumë gjëra që nuk i shfaqin. Ka qenë një dasëm madhështore. Një dasëm e jashtëzakonshme, personalitete nga gjithë bota që kanë shkuar për dasmën e Alex Soros. Ishte dhe kryeministri jon, pra, dhe pati reagime nga njerëzit.
u përfol që pse po shkon, lidhjet e ti me Sorosin, u politizua gjëja si gjithmonë nga ka u kundërshtar. Po, s'mund t'jetë ai në një dasëm. Po mua më pëlqen, se zhveshur shik. Në zhveshur. Edhe interesante që Rama për herë të parë nuk e shoh me kollare. Jam kurioz ka veshur atlete. E sigurt. Po. Se atletet e kryeministrit janë kështu, monument kulture. Mund të t'i shkojnë edhe si imazh, me papion, me atletet të bardha, jam dakord. Me kostumin, të gjaketat e gjata. Pa i papioni krevepër. Por është ajo, po, shpikërisja që thot Romina, që papioni ishte... Unë mendova se ishte kështu Photoshop. Montazh. Një moment se thashun thjesht I ka vendosur kokën e Ramës. Se nuk e besova do. Ishte shumë dasëm madhështore, shihje personazhe, më thënë Jimmy Fallon, Adrian Brody, njerëz të jashtëzakonshëm nga media, por kjo tregon edhe më pas ndikimin që Soros ka, fondacioni Soros ka në të gjithë botën, kështu që janë shumë hallka të tjera që të vërtetohen. E thjeshtë dhe ka rëndësishme. Japim dhe ne bekimet tona për të lidhje. Ka një gjë që siç ndodh, jo vetëm personave që kanë parë shumë film, po siç ndodh një jetë që kur ndodhin dasma ose evente, njerëzit shkojnë dhe duhet shkojnë se ç'është ndodh në një takim, në një marrëveshje, në një bisedë, në një gjë. Ai në dasma mendojnë që flasin për biznes? Aty vdish papa dhe po bënin marrëveshje. Takime biznesi. Marrëveshje me qimin me baçet. Kështu, unë mendoj që kanë shfrytëzojnë shumë këto momente të këtilla për të bërë pak rezume në gjithë vendit, edhe pse ti për shembull nuk ke takuar më përpara me mua, po tani gjeta. Po pse? Po s'pata mundësi për. Po pse pra? Po se s'ishte martuar ky botë. Ja, tishim ne për shembull te dasma e Alex Soros, do kishim ftuar Jimmy Fallon në emision. Ose do I kishim marrë një intervistë atje. Ose do kishim të në Xhaxhin Afto. Do mjaftonte një foto dhe ishte fotolajm. Edhe ne mund ta kishim pasqyruar. Edhe dilim në çdo televizion pastaj si takova Jimmy Fallon, çfarë më tha, më bëri kompliment. Po, si kishte syzet, si ishte veshur. Më tha Jimmy Fallon që na ndjek çdo mëngjes në Zero me MCN, dhe shumë krenar për ne. Sigurisht që di edhe emrat e konkurrentëve, të emisioneve paralele, kupton? Po. Që ka shumë qefer Mal Mama, që për shembull, ka qenë edhe pse ai mori emisionin në një farë mënyre, domethënë si tipologji e emisioni, ai është falendërues që të paktën u njoh edhe më gjërë në Shqipëri. Sa gjëra di kemi ne. Dim gjitha, po, ecim. Ecim. 5 shenjat që tregojnë se ai do të ndahet nga ty, por ka frikë të ta thotë. Njërë. Na, po. Çfarë shenjash? Ja, ku jam, ja. 5 shenja, thëmë të se po vënon dhe ti filloj e flasë, tregoj shenja. Ja, po mi tregoj njërë ti shenja, se ti qoku je këshu një hap para artikujve. Po ja, fillon largohet, fillon nuk kam më të njëjtin interes të dalë me ty, thot, përja se jam atje, pëse kam pak të punën, se kështu, pëse ashtu, nuk organizon më pushimet me ty. E para për shembull, që është gjëja më klasike dhe më e fortë. Ai debaton gjatë gjithë kohës. Pra nëse është bërë një kohë gjatë që ai vetëm debaton dhe ju kritikon për detaje të parëndësishme, gjithmonë flasin për detaje të parëndësishme ose situata të vetë krijuara, është preteksti I duhur për t'ju bërë të ndjeni në faj dhe ky është flamuri I parë I kuq që ju duhet I jepni atij personi. Pra se ai do që ta stisë një situatë për të krijuar një shërbim. Edhe ti direkt flamurën e kuq. Për këdheljeve ju ka ardhur fundi. Nëse ai nis t'i thotë jo puthjeve, përqafimeve dhe marrëdhënieve seksuale, dijeni se lidhja ka ardhur në fund. Ka marrë fund, me kohë. Nuk kaloni mjaftueshëm kohë së bashku. Ai thotë se nuk takoheni dot sepse ka lënë të dalë me miqtë e tij. E shikon? Në qoftë se ai thotë që e ka lënë të dalë me miqtë e tij, do të thotë që ju jeni e dyta, e treta, e katëra, e pesta, e gjashta në radhë. Mjafton që si e parë, me miq do dalë ai, po nëse e bën rrugë. Po, sigurisht. Nëse e bën rrugë. Kjo ishte perlë, nëse fillon e bën rrugë, tha, aty është problem. Aty shqetëso. Miqtë dhe familja e tij kanë filluar të mos sillen mirë me ju.
Pra, pasqyrimi e sjelljes së njerëzve të tij më të afërt karshi juve, do të thotë që ai e ka humbur interesin dhe është duke edhe e lejuar atë si situatë që të ndodhë me ju. Po sigur mami ti të vdesi për nuse. Edhe thot, ua, që po bën ti, ta trajtoj akoma më mirë. Po, dhe të thot djalit vetë që ti ki gabim për shumë. Po, ndodh. Po, ndodh. Edhe kjo ndodh. Pse jo? Kur jeni me të, kjo është shumë e rëndësishme, ndiheni të vetmuara. Po. Kjo është e të mërshme, përveç e rëndësishme. Jo thjesht nuk ju dedikon vëmendje, por sikur ai nuk është aty. Të mos ndjesh prezencën është e të mërshme. Sikur ai nuk është aty as mendërisht, është vetëm fizikisht, vetëm prania e tij fizike, por asgjë tjetër, as dashuria që ai të përcjell, as vëmendja e tij, as është diçka që ndihet nga të dyja palët. Është e vërtetë. Ja, pra këto ishin 5 shenjat që tregojnë se ai do të ndahet, por ka frikë t'ju a thot. Po pse ka frikë se të skuptua? Do më thënë, nuk ka frikë që të shprejë që s'ka ndjenja, s'ka interes në një farë mënyre. Apo do që ta sill situatën aq keq, që të ndjesh ti keq, ta lësh ti dhe thotë, e hoqja përgjegjësinë. Edhe të paktën si jam unë ai që e lash. Po, më la jo mua. Problem. E shikon më reja u dim gjitha lojrat më qatë do që të bënë. Edhe me skenare, po, edhe plani A, plani B. Pika. Kemi tjetër? Kemi. Rizarti befason me deklaratën në Kosovë nuk mbështesin artistët shqiptarë. Pse? Ishte deklaratë problematike në fakt e Rizartit që ka dhënë për artistët shqiptarë që nuk mbështeten në Kosovë, ai ka thënë që në festivalet e Kosovës edhe në Kosovë në përgjithësi nuk mbështeten artistët shqiptarë, ndërkohë që ne japim gjatë gjithë kohës çmimet para artistëve kosovarë këtu në Shqipëri. Po, edhe pati dhe një reagim për stresin që tha që ai nuk i ka marrë lekët e Big Brother, dhe më pas u desh që patjetër të kishte një reagim nga babai vetë stresit, që thoshte që kam qenë thuna i madje që kam tërhequr të gjitha aparat e stresit dhe nuk është e vërtet për lajmet që po qarkullojnë. Pra, mjaftoi një deklaratë dhe më pas filluan gjithë njerëzit që t'japin deklarata të kundërta me atë që është dëgjuar për të qarkulluar. Në rastin e stresit unë e besoj, se duke qenë se stresi është një personazh që reagon për gjërat që ai i konsideron të tilla që duhet reaguar, patjetër që do ta thoshte. Nuk besoj që s'do merrte lekët stresi dhe do rinte në heshtje. Dhe kush? Stresi. Absolutisht. Po, shiko, shpesh herë kjo që ka thënë Rezarti është diskutuar në të gjitha ambientet artistike shqiptare, edhe në shumë deklarata ndryshme është diskutuar fakti që në Kosovë mbrojnë shumë të vetët dhe në Shqipëri ne jemi shumë përkrahas ndaj shqiptarëve të Kosovës, por unë nuk jam shumë të kjo gjëja. Unë mendoj që më shumë do dhe kundërta ndonjëherë. Nuk jam shumë të kjo gjëja, unë mendoj që kanë qenë deklarata shumë kontradiktore ato të dhëna dhe u dukën në fakt pati komentet të njerëzve që u dukën si një nevojë për të marrë vëmendjen këto kohë për të dhënë deklarata shumë të forta, sepse nuk kanë qenë vetëm këto të artistëve shqiptarë, ka qenë edhe disa deklarata të tjera që fakt kanë shqetësuar, shumë të rënda, që kanë shqetësuar njerëzit, kanë thënë si ka mundësi tani një artist të dalit të thotë gjëra të tilla, deklarata të tilla, pastaj të tërhiqet dhe mos thotë emra konkrete ose situata konkrete. Dhe kjo i ka bërë njerëzit të mendojnë që mund të ketë qenë thjesht një moment për nevojë vëmendjeje, duke qenë se artisti me atë jeton, pra me vëmendjen e publikut dhe të audiencës. Me vëmendjen, po kjo për mua në rangun e shumë deklaratave që i ka dhënë, për mua edhe kjo ishte një deklaratë që kur ti nuk i fakton se situata, sidomos një deklaratë tillë nuk mund të thuash që në Kosovë nuk mbështeten artistët shqiptarë dhe thjesht ta thuash. Se mund ta themi të gjithë, dalim një ditë bukur dhe themi që në Kosovë nuk na e hap njëri derën. Po e the këtë gjën mirë, shumë bukur që e the, puna është që duhet argumentosh se pse e thua këtë gjën. Po ndoshta duke qenë se ai ka qenë vetë në Big Kosova apo jo. Ndoshta fakti që ai ka është eliminuar herët, ndoshta e ka ndjerë të kjo është subjektive. Dhe në patjetër se ai nuk mund të thuash që u eliminova unë edhe nuk më mbështetet mua. Nuk pati një eliminim publiku. Po, ai pati një dënim.
Po. Okej. Doli për thyrje rregulash, për komunikim, për... Ai doli për thyrje disipline. Disipline. Pra, nëse ai do t'ishte atje, do t'ishte brenda rregullave, do të vazhdonte. Po. Do të vazhdonte dhe mendoj që do të vazhdonte shumë lart. Por fakti i thyrjes së rregullave në një vend që ty të pranoj, pra ajo audiencë ty të pranoj si artist, ti s'ke se si të thuash që në Kosovë nuk mbështeten artistët shqiptarë. Arti është shumë subjektiv. Edhe shumica kur deklarojnë gjëra të ndryshme i faturojnë tek të tjerët gjithmonë, pikërisht për faktin që është subjektiv. Por ama në të tilla raste duhet patjetër një argument edhe një mendim i formuar totalisht. Ti ke pasur rastin tënd? Po. Unë isha në rregull. Je i kënaqur? Ja, unë isha në rregull. Ama çmimi nuk more orej, po titulli tjetër. Po mirë, çmimi nuk e mora s'ka gjë, po. Jo, ka rëndësi mbështetja në këtë rast. Rëndësi ka, po, bravo, që ata të presin. Të presin. Ti je gjithmonë i mirë pritur. Pastaj dhe madje shpesh herë je edhe më i mirë pritur se sa në Shqipëri. Në Kosovë. Po thoya çmimet ai vendos publiku apo jo në këtë rast? Çmimet, pastaj do ndalemi te çmimet. Se mos mora këtu të çmim unë që më ngeli për në Kosovë. Pika! Hajde shkojmë reklama, kthehemi pas pak. Ja ku jemi rikthyer dhe me njëherë të shohim gjagjëzën e ditës. Gati, se po i bëjmë gati të gjitha. Sigurisht. 10 komente, 11 komente. Po. Hip pa këmbë, shoh larg pa sy, zbëj zhurmë. Dhe komentet janë: teleskopi, gjarpri, tymi, dielli, mendja, bufi. Mendime, gjarpri, tymi, teleskopi, sateliti. Ju keni kujtuar shpesh që unë jam kështu person që mbase nuk i vëre detajet ose por këtë rast nuk i vëmë re ne detajet. Nuk i vut ju re detajet dhe mbi të gjitha çfarë është më e rëndësishme, unë zëva pikërisht momentin që ju fillua ta harronit balonën. Kur e tha dje, isha o zot, si kam Me ditë për ditë e themi opsion të parë. Themi ditë për ditë, e shkruan Dorisa nga regjia, dje, asnjëra nga ne. Kishit 2 ditët e fundit që nuk po e thonin si alternativë balonën, dhe thash sille balonën. Sille balonën, thash, sepse duke sill balonën, mbase tani është ky momenti që janë përfundimisht e djali zgjuar. Shiko, ne përmendëm tek ajo pjesa shoh larg diçka e tillë, shoh aty, por shoh. Balona nuk sheh. Ngjitet, po çdo gjë ka përpara. Mirë. Ka të drejtë djali. Ka drejt djali. Mirë, kush jemi ne të jeshim hakun. Kështu që ishte balona. Ne ja kemi hequr hakun në disa vende që ja është dukur kështu pak. Na është dukur pak problem. Po këtë herë... Po dje ta shihje dje se ti nuk e more vesh përgjigjen. Romina e mori vesh përgjigjen dje. Jam shumë e surprizuar. Gjatë kohës që ishim në publicitet këtu në emision. U fikët. Ma kaloj një qere shumë dhe Dorisës. E shojmë të cotmen, Ua, të me ti po lexoj. Sa më shumë që më mbush, aq më shumë bosh bëhem. Tullumbacja. Me helium. S'është? Jo, se po hapja përgjigjen edhe ndërkohë s'po të përgjigjesh aty. Po se tash nështë... Jo. Sa më shumë që më mbush, aq më shumë bosh bëhem. Mushkrit. Gropa, jo. Me ajër mbushet. A e mbush ti është çështja? Apo mbushet vetë? Balona! Balona dhe Kapadosja, sa është? E pra nga të mëzaj. Pambuku? Ja. Sa më shumë që më mbush, aq më bosh bëhem. Pra lehtësohet kur mbushet. Po pra, deri diku. Le të themi. Bomblet e gazit. Do më thënë, nuk është diçka që e mbush vetë, pra që e mbush një njeri. Po kush e mbush? Mos është atmosfera, oksigjeni. Pra nuk është diçka që e mbush njeriu ose individ. Sa vinde na shterojnë alternativat, jo më ta gjejmë.
Po, pas zotin se kemi qenë shtatorë shumë merë alternativa. Kjo të regonë, thaj që jemi ja për fundit. Më shumë ka qenë gjithet e tua, kanë qenë alternativa tona. Po. Kanë qenë shumë alternativa. Edhe ishte një periudhë që po i gjenit shumë vazhdimisht. Nga 2 në Ishte një periudhë që... Atëre kemi qenë shumë produktive, diçka ka ndodhur me ne. Po tani sa ose ndoshta është shtuar edhe cilësia e bërjes. Çështje eksperiencë është gjithçka. Patjetër, jam shumë dakord. Në rastet tona kështu sa fillojmë, do të ikëm kohën e lëm, nuk nxëm. Sa shumë material të dokumentuar me gjëza kemi lënë në këtë sezon, domethënë është dokumentimi pa parë. Mund t'i mblidhnim, por mund të bëj një libër në fakt, ta faqosnim dhe ta shkruanim zgjohur me MCN, gjëza për të rritur. Edhe për fëmijë. Jo, për të rritur, mos sa njerëz që janë për të rritur. Ja, prandaj po themi pra, gjëza për të rritur. Përgjigja është gjithmonë për të gjithë. Po, për të gjithë. Mënyra se si lexon pastaj është tjetër gjë pastaj, se do jetë si ngacmimi. Dhe profesor Zefi na e bënte si redaktim. Po, patjetër. Po, ti fuste ndonjë notë humori, shumë nga të shkodran që e vetë. Ja mendoj dashur autore. Po, mendoj dashur shefe. Pse jo, do i rikthehemi edhe një. Atëherë mendojeni përgjigjen dhe ju nga shtëpia, deri nesër keni kohë për të dhënë përgjigjen tuaj, sa më shumë mbushem, aq më bosh bëhem. Sa i natë më vjen. Instagram, Facebook, TikTok, letrat poshtë dhe posta elektronike, Rej Bezhani, përgjigja është gjithmonë aty. Mos është ajo shosha që pikon? Ja, pik MCN TV. Pik. Kulloj sa makaronave më. Sa më shumë bushet, bosh bëhet. Teksti. Teksti ditës, Silvia është... Kam sjellë sot një ndër këngët e fundit që ka dalë. Qaj kitara ime ti. Dhe një ndër këngët... Ydhi. Një ndër këngët artistikisht më të kuruara të kohëve të fundit, mendoje. Se artistikisht është shumë e bukur kombinimi i tyre dhe më ka pëlqyer në veçanti realizimi i klipit që ishte... Klipi ishte shumë i bukur. Kishte skena që ishin në déjà vu, që janë parë edhe në herë të tjera, në vende të tjera, por realizimi është shumë i bukur për të. Pyetje, ju ka bërë përshtypje ndryshimi i imazhit të Ydhit? Gjërat me Xiza që ka shtuar. Çështja e balukesh deri këtu, kështu, të bisht plumkte, Mua më duket se ishte shëndoshur pak. Ka vënë pak shpark. Ka në palestra në Ydhi. Se di... Palacinkat. Mua më duk sikur ishte shëndoshur pak, gjithsesi nuk i bie në sy, se është nga foto që kanë nxjerrë vetë në Instagram në ti nga prapaskenat. Ato kanë atjere, ndonjëherë shumë ato pantallona. Është bërë pak Maluma Baby. Po. Maluma Baby. Na ktheni mor yllin ton des. Si është ylli juaj për shembull i veshur? Ta tregoj pak e fijet. Ja, atëherë. Kujtohesh kur vjen mesnata, edhe netët më duken gjata. Po unë shkoj ku më qon kitara, hala pres njëtë si për para. Këtu të rruga, ku ndamna, veç kitara e din sa kam prit. A i hala aty, sot po të pysun ty, se nuk po më këqyrë më në sy. Vaj, zemra ime s'është njësoj. Qa. Leta di krejt bota që mos jom e ti, jo. Nëse kërkush s'kupton, më kupton rakia. Malku qof dashnia, merri lotë e mia. Qaj kitare ime për një dashuri. Nashta kam meni, e kthehem prap. Po, qaj kitare ime, ti e krejt bota leta di. Unë vazhdoj me dhimbjen, deri sa të kthehet prap. Teksti është i bukur. I bukur është. Edhe në përgjithësi, ylli ka shumë të bukura. I ka. Se ka ishte teksti, për që më gjatë? Apo është përsëritje? Ka dhe 2 strofat tjera, por që ka përsëritje, guxha. Por mbetet për të theksuar që ylli nuk para bën shumë kompromise në tekste, domethënë tekstet në përgjithësi ka të bukura, edhe ka tematika interesante, gjithmonë titujt ja gjen interesante. Edhe këtu më pëlqeu që e ka gjetur titullin Kitara. Kitara, po. Pra që qanë kitara për dashurinë është simbolike bukur. Shumë bukur, ta dëgjojmë se është interesante shumë.
Tajna 1, Dhurata Dora 2, për mua janë këngëtarët më të mira të industrisë, si Timber. Si Timber. Nice. Interesante. Tajna ka treguar Më të që veçantët. live është shumë interesante dhe me këtë, pa ato këngët e tjera që ka me ritëm, edhe pse kjo kënga Vajza e fshatit tim, kush është kjo kënga që ka bërë Tajna, që ka marrë të Që e bërë Danisku? remake, Po, ka bërë namin e zi. Bën shumë përshtypje që këngët e saj janë kështu totalisht në nivele shumë të larta. Janë dy vokale shumë të veçanta, sidomos një Dhurata Dora është e jashtëzakonshme. Ka një vokal që rrallë mund ta ketë gocë, se kur mbyll syt në një herë të duket si djalë. Pastaj e kupton që është gocë, pastaj i sheh ato me lizmë, është shumë tjetër gjë. Dhe tani u kthyem në orën e kantos. Do fillojmë do flasim. Jo, tani e mbylla unë, aq e mbylla. Do flasim për të ftuarit sepse vërtet kemi shumë të ftuar interesant ditën e sotme dhe para do të jetë nutricionistja Ornela Gjoka, e cila vjen vetëm pas pak në studio me ne për të bërë bisedën dhe të flasim për atë një herë, për vetë personin në këtë rast dhe gjithashtu dhe të gjithë karrierën e ndërtuar. Historia është shumë interesante sepse nga një profesioniste si imazheriste, ajo, le themi, ju vu nutricionit dhe tashmë me një sukses të padiskutueshëm tregon rastet e saj të para. Dhe kujtja merrte mendje që burri do të ishte ai i pari që do të provonte gjithçka që ajo kishte ndërtuar, krijuar, mësuar dhe sigurisht që i parë në fokus, nuk mund të themi që ai ka kavja, sepse ka qenë shumë i sukses rasti, po gjithsesi në mjekësi dhe në fizik, kimi gjithashtu, në eksperimente njihet shumë mirë si rast i suksesshëm kjo gjë. Gjithsesi, ajo sot na tregon të gjithë e curim, pra, se si ka kaluar nga imazheria tek nutricioni, provat e para, ditët e para, pastaj edhe shndërrimi i peshës së bashortit të saj, lindja e djalit dhe gjithçka tjetër. Vetëm pas pak një bisedë shumë interesante me Ornela Gjokën në studio. Më pas, rikthehet Stella Nikola në studio. Ju e njihni të gjithë nga pjesëmarrja e saj në përputhen. Stella ka rrëfyer edhe më herët në programin tonë që ishte në luftë me kancerin e gjirit prej gati një viti tashmë, dhe vjen me lajme të mira këtë herë. Ka mbaruar kimioterapinë dhe me sa duket është drejt një shërimi, sepse floku ka filluar të mbi, ajo është bërë më vitale, ka filluar të shijojë gjitha proceset e jetës, ka frekuentuar plazhin pas kimioterapisë, ka zgjedhur që të ndajë momente nga jeta e saj, nga rilindja e saj, le ta themi, në rrjetet sociale me ndjekësit e saj, dhe vjen sot për të rrëfyer gjithë këtë rrugtim, dimrin më të vështirë të jetës time, siç e quan ajo, por edhe pranverën e bukur që po përjeton. Duket si një poezi e gjitha kjo, dhe më pas se është ndëruar në një roman. Marrim shkas se gjithë nga kjo situata edhe nga deklarata e bujshme që e thamë në fillim të Jessie J, që kështu vlen shumë për t'i theksuar që rastet janë të suksesshme dhe një ndër to është edhe Stella Nikola. Okej, shumë interesante dhe ftuara tjetër. Po, super interesante. Andrea Berner është trajnere yoga dhe artes marciale, është grua gjermane dhe jeton prej 7 vitesh në Shqipëri dhe flet shkëlqyer gjuhën shqipe. Nuk e di se çfarë ka sjellë eksaktësisht në Shqipëri, por di që është marrëzisht e dashuruar me Tiranën dhe për momentin nuk ka ndërmend të largohet. Bravo, e ka mbajtur e ka rrëmbyer Shqipëria, por me sa duket i ka fituar zemrën e saj, që ajo nuk është përngulur. Gjithsesi do na japi pak nga vibe i saj shumë i mirë, ta bëjmë share edhe ne, ta shpërndajmë. Po, na duhet energjia sot. Na duhet. Më pas vjen në studio Voglush shumë interesant. Voglush që tashmë është rritur me të drejtën, po se kanë kaluar vite që nga pjesëmarrja e tij në emisionin Ai prapë Voglush, shikoj njerëzit që janë prezantuar si fëmijë e patëm Rominën këtu prapë vogël na. Po ashtu na duket, po. Njerëz që kanë dashur i vogël do bëj jetën. Jo, Elin, do ta kemi për të folur se çfarë ka bërë ai me jetën e vet gjithë këtë kohë që ka mbaruar Peter Panit, dhe me sa diun ai ka qenë i angazhuar gjatë gjithë kohës, jo vetëm me reklama, me projekte të tjera televizive, me filma gjithashtu, pjesëmarrës në klip të Mato Lales, domethënë ka nisur një karrierë, edhe pse i vogël, ka filluar që të merret edhe me aktrimin, edhe me këto daljet si imazh, vjen sot për të rrëfyer gjithë ato. Një VIP, një personazh i njohur. Edhe me sa e vunë edhe njerëzit nuk kemi fare të ftuar sot, nuk ka as shumë dobët. Shumë keq. Kemi njerëz mjaftueshëm, kështu që si gjithmonë. Si gjithmonë. Le të shkojmë në horoskop dhe kthehemi pas pak. Ikim.
Dashi, edhe në qoftë se nuk keni kuptuar ende se si të merrni hak, jeni të sigurt se dikush do të mendojë për ju dhe do të sugjerojë mënyrën më të mirë. Keni disa detyra kohët e fundit, prandaj nuk mund të lejoni që të bëni gabime ose për të shkuar jashtë kontekstit. Ndonjë sugjerim ju duhet dhe do t'i qartësoni gjërat. Demi, keni kujdes me njerëzit që ju rrethojnë në këtë periudhë, sepse me të vërtetë është e vështirë për t'u marrë me të gjithë, ose do afrohen më shumë, ose do i largoni që të gjithë papritur. Mundohuni të mbani integritetin tuaj më të fortë, por në të njëjtën kohë edhe të përpiqeni për të përmirësuar mënyrën që ju bëni thjesht ndryshe. Ju do të shihni se si do të keni tepër rezultate. Binjakët, do përjetoni ndjesi të forta sot ju të dashuruarit dhe do ndjeni me fat që keni dikë si partneri juaj në krah. Shumë do ju kenë zili dhe mund të kërkojnë t'ju prishin punë. Buxheti fatmirësisht do të jetë më i mirë se më parë. E gjithë kjo fal një shpërblimi që do merrni në punë. Gaforja. Ideja juaj e parë në këtë ditë do ishte të mos jeni në gjendje të duroni njerëzit rreth jush, por duhet ta kaloni këtë gjë. Ndoshta as ata nuk ju durojnë dhe ende mbeten pranë jush. Të folurit mund të jetë një nga aktivitetet që doni të kapërceni, por thjesht nuk do të jetë e mundur sepse përshëndetjet janë shpresa e fundit që ju mbeten për të mos ndenjur në heshtje. Luani, dita do të jetë fokusuar tërësisht për relaks dhe do të duhet të jeni të përqendruar në diçka të bukur dhe emocionuese. Imagjinata juaj ndërkaq do të bëjë pjesën tjetër. Mjafton vetëm të mendoni se si mund të argëtoheni më shumë. Mos harroni, shoqëria gjithmonë ju rrethon. Virgjëresha, do e nisni ditën jo mirë dhe pse nuk do jetë faji juaj, nuk do të rrini të mërzitur, por të filloni të mendoni të bëni diçka për të përmirësuar këtë gjë, çfarë do qoftë që mund t'ju shkojë në mendje. Në fakt është thelbësore që t'jetoni në paqe, edhe pse ndodh që të kaloni ditë të tilla. Ju duhet të bëni atë vetëm për veten tuaj dhe për ata që ju duan. Peshorja. Ju keni të gjitha mundësitë për të qenë të lumtur, por ju duhet absolutisht të përpiqeni për më shumë për të qëndruar të qetë dhe në vazhdimsi. Së pari, ju duhet të përpiqeni për të përmirësuar idetë tuaja dhe pastaj njerëzit që ju duan do t'ju japin një dorë në këtë projekt, duke vazhduar t'ju mbajnë të lumtur edhe më pas. Akrepi. Hapi juaj i parë në këtë ditë do jetë që të bini në sy, pavarësisht nëse nuk doni, sepse gjëja më e rëndësishme është të jeni të dukshëm. Dini si të bëni, kështu që mos u fshihni. Pjesën tjetër do e bëjnë njerëzit përreth. Mos u shqetësoni. Shigjetari. Dukeni mjaft të shqetësuar sot dhe të tensionuar, por në fakt nuk jeni të mërzitur me askënd. Keni diçka për të menduar dhe sigurisht nuk mund ta neglizhoni si të parëndësishme. Njerëzit e afërm ju ndodhen gjithmonë pranë dhe flisni me ta për të marrë ndonjë mendim. Briciapi. Her pas here vjen momenti fatal në të cilin është i nevojshëm një ekzaminim i ndërgjegjes. Ja, pra kjo do të jetë dita e mirë. Merrni pak kohë dhe përpiquni që të jeni sa më objektiv dhe kritik me veten tuaj. Ndoshta ka njerëz që do bëjnë të njëjtën gjë dhe në fund të ditës do të gjeni diçka të mirë në vend që të ktheni vështrimin nga ana tjetër për të mos dëgjuar. Ujori. Planet tuaja lidhur me përmirësimin themelor të jetës familjare apo transaksionet e pasurive të patundshme do të jenë të dukshme dhe të suksesshme, veçanërisht nëse ndiqni të gjitha rregullat e detyrueshme. Shmangni në nënshkrimin e dokumenteve dhe mos bëni premtime në gjysmën e parë të ditës. Peshqit. Keni shpresa të mëdha për këtë ditë, por nuk duhet të vini bast gjithçka që keni, përndryshe do të digjeni. Një zhgënjim është i tillë vetëm kur pritshmëritë janë realiste. Duhet të pranoni që të tuat nuk janë, prandaj keni vetëm nevojë të ndryshoni perspektivën dhe të përmirësoni piknisjet tuaja që të ktheheni të shpresoni konkretisht. Ky pra ishte edhe parashikimi i horoskopit edhe për ditën e sotme. Jemi rikthyer, jemi në studio dhe sigurisht do të nisim me personazhin e parë, me të ftuarën e parë, e cila ka vërtet shumë të pathëna, shumë interesante. Unë do i prezantoj të treja profilet e saj.
si imazheriste, nutricioniste dhe autore e librit Çdo hap një vakt drejt rritjes. Ornela Gjoka, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Faleminderit. Faleminderit. Tani u bëra një batut në fillim tash shumë. Është ndërruar, ka kthyer profesionin e saj të nutricionit, ndërkohë ka lënë imazherin, por ti nuk e ke lënë imazherin. Jo, nuk e kam lënë. Imazheria është profesioni im primar, që e ushtroj, patjetër, por që kam studiuar edhe për pjesën e nutricionit në Gjermani. Kjo dëshirë për nutricionin? Unë, kur jam njohur me bashkëshortin tim, ai ka qenë mbi peshë, pra kishte disa kile tepër. Dhe ti është ke shprehje, unë të desha ashtu si Po ama do të bëj si ç'dua. Të desha si qishe, po kisha tjetër për fytyrin për ty. Jo, në fakt ishte dëshira e tij për të ndryshuar, domethënë, dhe për të humbur disa kilogram dhe më kërkoi, si më thënë, të besoj ty, të besoj dhe donte mbështetje, po ne ndajmë të njëjtin profesion. Domethënë tek fusha e mjekësisë ishim të dy dhe informacioni nuk mungonte. Filluam të detajoheshim më tej, duke lexuar, duke informuar dhe duke vazhduar punën me pjesën e nutricionit. Pati bindjen dhe dëshirën shumë të madhe dhe dëshironte domethënë që të humbte peshë, bëri sport shumë. Pa fund sport, unë e mbështeta pastaj tek pjesa e ushqimit. Dhe si e nisët ju? E nisët bët një plan? Po, bëm një plan dhe strukturë. Do bësh këtë regjim ushqimor, bazuar... Po, bëm një ushqimet. Ai ka studiuar në Itali, kuzhina italiane e dim që se sa e shishme është, dhe bëm një akord. Unë do gatuaj shëndetshëm 5 ditët e javës dhe fundjavë kemi gatim italian. Që të motivon për balans dhe të ishte motivuar. Kjo ka qenë një sfidë e madhe. Është sfidë e madhe, por është e gjitha psikologjike, domethënë vetë personi duhet të jetë i bindur dhe në fund të ditës ajo do psua vetë gjitha meritësh e tij, pashka se mbështetja ishte nga ana ime. Tu desh vetëm ky besimi që ai të dha për të futur nutricionit. Po, është komplet e gjithë pjesa e nutricionit është dedikim për atë. Në të vërtetë, nëse nuk do ishte nisma që do psoj bashkëshortin, nuk është se do ta kisha. Po si ishte një ditë e juaja për shembull në pjesën e ushqyerjes? Si e konceptonit për shembull në të ngrënë? Po, mëngjesi ishte standard, domethënë secili zgjidhte vetë rrugën e tij të mëngjesit, patjetër shëndetshme. Në shtëpi ishte një radikalizëm, nuk ekzistonte asnjë produkt jo i shëndetshëm, domethënë vetëm ushqime të shëndetshme. Dhe kur një person kishte dëshirë të kishte diçka, si domethënë çokolata apo këtë diun, diçka jo të shëndetshme, nuk ekzistonte. Nuk e gjeje. Bajte dhe ti regjim. Kam rënë dhe unë disa kilogram, sa automatikisht ti nuk do gatuash me shumë yndyrë, domethënë do kujdesesh. Burin sa do psove? 40 kilogram. 40 kilogram. Për sa kohë? Çfarë gruaje? Për rreth një viti, domethënë ka humbur shumë peshë për një kohë të shkurtër. Mund ta them nuk është edhe kjo shumë e shëndetshme, po ishte shumë i fokusuar. Ka bërë shumë sport. Jo, për një vit është konsiderueshëm. Është okay, 40 kilogram, ëh? Po kemi dhënë foto. Po 40 kilogram. Po ti sa humbe? Unë nuk humbe shumë, diku te 5 kilogram, se nuk është se isha... Nuk e kishte shumë të nevojshme, pra edhe ai duke qenë mbi peshë, u duk reflektimi i tij, ndryshimi i stilit jetesës. Ne hajmë dhe hanim njësoj, domethënë ai është shumë i gjatë, domethënë është ka komplet një trup ndryshe nga unë. A kishte nga këto situata, Ornela, që po haj fast food makinë se me burrin në shtëpi jemi ndjetë të dy? Jo, më thënë drejtën, se nuk e kam as vetë atë pjesën, po të them të drejtën ndonjëherë kështu si kërfshera, si hidhja pak vajollirë. Hidhja pak sa përshije, po. Pak përshije. Se më vinë të kejshtë më drejtën. E quan sukses këtë tashmë edhe çfarë mendoja ai se ndryshoi jeta le të them. Po, ndryshoi jeta dhe ndryshoi koncepti për jetën, motivimi, vetbesimi normale. Po që isha mbështetje shumë e madhe për atë dhe këtë e marr çdo ditë mbrapsht, domethënë është mbështetja ime më e madhe. Kam përshtypjen keni hedhur të gjitha rrobat që ishin në shtëpi. Unë i blija gjithmonë rroba më të vogla. Ja blesha ti të rinë ngushtë. Masa më të vogla, diku te 2 ose 3 masa gjithmonë, ndërkohë që ishte duke bërë pjesën e dobësimit. Edhe i thoja këto do t'i kishe bindjen që ai do psoj. Ja kam bler rrobat edhe më të vogla dhe para se ai të niste. Sepse është edhe një proces psikologjik. Unë nuk e kam ngacmuar deri, nuk i thoja që ti duhet biesh nga pesha, apo që ti, po ka ndodhur ishte një rast interesant, bëri një kontroll me një mjek në Gjermani, ne jetojmë në Gjermani, dhe ai është i gjatë, është 1.90 që
qenë. Dhe mjeku i tha ti je shumë i shkurtër për peshën që ke. Aty ishte, domethënë, një formë shakaje për t'i bërë me dje që shiko, tani ka ardhur momenti që ti duhet investosh tek vetja jote, je shumë i ri dhe duhet biesh nga pesha. Dhe që në atë moment unë mbaj mend edhe rrugën kthimin në shtëpi kur ai tha që do më mbështesesh, po domethënë do ja nisim se thua. Por që kliku ishte i vet personi, sepse nuk janë nxirje bluzën kështu dy masa më vogël përpara që kur ta vesh duke ja bërë zili. Por që gjithmonë ishte ajo pjesa që unë i bleja gjithmonë gjëra që ti do t'i veshësh kur do fsosh, dhe ashtu ndodhe në të vërtetë. Si ishte ai momenti kur më në fund i bënin ato rroba që ti kishe bler? Po, ishte për atë kënaqësi shumë e madhe për mua, patjetër, por ishte kënaqësi e madhe. Zën, ajo shumë po ti shikojmë edhe këtë foto, këto rrobat janë të vogla. Po. E vërtet, prandaj tash i viste erin të thjesht për të parë ndryshimin pastaj kur dishin. Dhe ka një gjë që më pëlqen në këtë gjë që ti thua, sepse ti ke gjetur metoda për ta bërë procesin edhe më të bukur, edhe më fani, edhe më të ishim edhe vetëm, nuk është se kishim fëmijë, domethënë fokusi ishte vetëm tek ai. E gjithë përqendrimi domethënë ishte vetëm ai. Punonim gjatë ditës patjetër dhe ktheheshim në shtëpi, dilnim shëtitje në natyrë ose bënim vrap në natyrë. Dhe si ndryshove fokusin pastaj tek nutricioni, tek të bërë gjëra. Në momentin që funksionoi, automatikisht i ke dhe një kënaqësi personale. Sigurisht. Dhe thjesht do të thellosh, dhe të marrësh më shumë informacion edhe rreth botës nutricionit duke studiuar, sepse patjetër kur lexon vetë nga jashtë është ndryshe kur ti futesh asaj bote dhe ti merr informacion më detajuar. Ti di se çfarë funksionon dhe çfarë jo. Po. Deri diku ti domethënë patjetër bën gabime. Se kur nuk je i fushës, normalisht që dhe ne kemi bërë gabime. Për shembull, prandaj e ceka dhe më përpara, që dhe pjesa që ka rënë shumë shpejt në peshë nuk është se më ka pëlqyer, po pashka sa ai nuk është se ka bërë diçka gabim, ka bërë thjesht shumë sport. Ka bërë, domethënë çdo 2 ditë, sepse patjetër duhet një ditë pushim, por ka bërë shumë sport dhe ishte i hekur në atë që bënte. Domethënë ai vinte dhe edhe pse mund të kishte punuar 8 ose 10 orë, ai domethënë do futej tek pista e vrapit ose ka qenë i vendosur. Ka qenë shumë i vendosur. Edhe më e vendosur për t'i thelluar. Po jam edhe nga karakteri pak më strikte, edhe domethënë jemi dhe një vend si Gjermania ku struktura nuk mungon, kështu që të ndihmon edhe ambienti rrethues. Dhe me ardhin e djalit ti fillove që të thellosh më shumë informacion. Studimin për nutricionin e pata bërë direkt, domethënë. Ka disa vite dhe gjithmonë kam qenë fokusuar te pjesa e të ushqyerjes shëndetshëm dhe në momentin që erdhi djali në kontakt edhe me mjekët pediatër, me mënyrën se si funksionon e gjitha në Gjermani, me strukturën që në Gjermani domethënë kanë për fëmijët, mendova që të shkruaj një libër. Po, si ishte ky procesi i librit? Nuk vuajta me djalin për pjesën e gjumit, flinte. Dhe unë kur flinte ai në darkë, shkruaja libër dhe herët në mëngjes çosha prapë, zgjohesha edhe shkruaja prapë librin. Sa bukur. Domethënë ti nuk merri kohë për të shplodhur. Ishe shumë aktive, ishe shplodhur. Domethënë nuk më mungoi gjumi, flija, djali nuk ka pasur probleme të gjumit, dhe automatikisht unë isha, domethënë, kisha energji. Dhe libri çfarë përfshin? Vetëm për fëmijët, nga gjithënja deri në 12 muaj. Është eksperjenca jote personale ajo që ke shfaqur ti tek libri jot? Së bashku me pjesën e nutricionit, sepse nutricioni që kam bërë është i përgjithshëm, së bashku me nutricionin, këshillat edhe të marra edhe nga pediatër në Gjermani dhe studimet që janë bërë, edhe gjithë struktura se si funksionon atje. Pra kjo është një metodë gjermane të prezantuarit të ushqimit edhe recetat pastaj duke u bazuar dhe çfarë kam bërë. Pra ka dhe receta në libër. Ka gjysma e librit është plot me receta. Fantastike. Po ti vetë si ndihesh në momentin që duke qenë se je pjesë e nutricionit, je pjesë e mjekësisë, edhe ndërkohë duke shkruar një libër, si është kjo ndjesia e të shkruarit? Të bën base të ndihesh më mirë ose të ndihesh më e plotësuar? Po, është kënaqësi. Është kënaqësi dhe ka ardhur shumë natyrshëm. Nuk ishte një plan. Domethënë thjesht edhe mua po të më pyesësh se cila ishte ajo ditë që ti the do të shkruaj, nuk di të them. Unë kam filluar të shkruaj edhe një libër kur kam qenë shtatzan për ushqyerjen dhe shtatzanin, që automatikisht e gjithë psikologjia ime është kthyer tek djali dhe tek bebet, si të thuash kur lindin, dhe automatikisht ajo është lënë pak si nën hije dhe u finalizua më përpara libri për fëmijët. Dhe duhet të më tregojë ndoshta atë procesin që është më i rëndësishëm
tek ushqyre dhe sidomos tek gjithë dhënja deri në 1 vjet që çfarë është interesante dhe që nuk ekziston, domethënë pak në Shqipëri, me sa kam dëgjuar ose nga kontaktet me mamat e reja, është struktura gjermane që është pak deri diku strikte tek nisja e ushqimit, pra prezantimi i parë vetëm me perimen, jo me frutin, pasi tërhiqen më shumë fëmijët nga që ka ëmbëlsinë e fruktozës dhe apo qumshit me drithra që vjen pak më vonë për shkak se fëmia e njeh qumshtin dhe shije. Pra deri në farë mënyrë, deri në çfarë muaj mund të, ose kur është ai muaj që mund të fillohet me prezantimin e ushqimit? Sepse këtu nga nevoja nënat i kanë provuar ushqimin fëmijëve dhe që 5 muajsh për shkak të mospasurit të qumshtit të gjirit ose ndërprerje. Nëse fëmia i tregon të gjitha faktorët që thuash që mund të ushqehet, mban qafën drejt, nuk e ka refleksin e shtytjes ushqimit mbrapsht, tregon interes kur tjerët hanë, atëherë është momenti i dur, por muaji 4 duhet mbyllet, pra 4+. 4+. Do me thënë, në fillim të muajt 5, si të thuash, është mbyllur komplet muaji 4 dhe fillimi muajt 5 mund të niset me provat ushqimore që janë perimet në vaktin e drekës. Dhe cilat disa perimet kombinuara, plus që duhet bëhet edhe testi i perimeve? Po, fillohet nga një perim, do me thënë të jenë veçuara që dhe ne të kemi mundësin që të shikojmë që ose fëmija është alergjik ndaj. Do me thënë, mund bëhet prova një herë në 3 ditë, do me thënë njëjti produkt 3 ditë rresht, varet në varësi, do me thënë edhe të çdo prindi, ose paktën një produkt në ditë, që të kuptosh me të vërtet ky fëmijë ka alergji ose intolerancë. E pranon organizmi i tij. Pra vetëm me perimet, po më pas? Me perimet, sepse perimet janë ushqimi i vetëm që fëmijët e kanë pak të vështirë t'i pranojnë, nuk përdoret kripa dhe sheqeri dhe ato kanë një shije neutrale, nuk është se shijojnë, tani ti jemi realist. Po frutat, kur është rekomanduar t'i nisi? Mbas 2 muajsh. Për të vetëm në arsye sepse fëmia i pranon dhe nuk kemi problem me frutin. Ne na intereson që fëmia jon të hajë perimen, se ka shumë vlera dhe normalisht nëse ne prezantojmë frutin, edhe ne të rriturve, po të na japësh frutin ose perimin, do zgjedhim frutin. Po, patjetër. Pra duke filluar në muajin e 5, atij fillon dhe i pëlqen kjo gjë dhe ai do mësohet dhe i bëhet pjesë po, dhe ai e pranon më kollaj. Dhe në moment që shtohet pjesa tjetër graduale, do t'i pranojë dhe të tjerat patjetër, më me kënaqësi se sa perimet. Por ne çfarë kemi vënë re një gabim që nënat shqiptare e bëjnë gjithmonë në mënyrën se si rrisin, se si ushqejnë fëmijën, që ti do e ke jo të plot. Unë e kam jo të plot, për shumë kur nis ushqimi, kjo prova, t'ja provojmë edhe pak gjellën, t'ja provojmë dhe këtë që kemi gatuar ne, po dhe pak akullore, po dhe pak nuk e di një ushqim tjetër, po harrohet që në gjella që ka gatuar të rriturit ka kri brenda. Kripa nuk i bën mirë, nuk janë veshkat zhvilluara në atë fazë që të paktën mënyra gatimit. Diçka tjetër që vere është çdo prind do të më të mirën për fëmijën e tij. Por të duash më të mirën për fëmijën nuk do të thotë që nëse fëmia nuk më han perimet në vaktin e drekës direkt të ngrihemi dhe të gatuajmë një vakt tjetër më të pëlqyeshëm për fëmijën. Jo, nëse unë e di si prind që ky vakt është i shëndetshëm dhe unë jam munduar që kombinimin e ushqimit ta bëj në atë formë që fëmia im ta pëlqejë ose ta pranojë, të jetë si thuaç i pranueshëm, nuk ka asnjë arsye tjetër që unë të ngrihem tani dhe të gatuaj një vakt tjetër për fëmijën tim. Për mua sa sugjeron ti qumshtin e drithra, ky kombinimi që bëhet me helbin, me të gjitha këto produktet e tjera, që hyjnë tek drithrat. Sa sugjeron ti dhe në cilin muaj mund të nisin? Këtë do nisin, nëse nisim me ushqimin për shembull në muajin e 6, që kemi vaktin e drekës të plot, ka kaluar një muaj, ne kemi një vakt të plot, atëherë pason me vaktin e qumshit me drithra muajin tjetër, që është vakti i darkës. Se shumë njerëz thonë që mos ja përdorni fëmijës drithrat, janë shumë të rënda për stomakun e tyre, për zorën gjithashtu. Janë të pranueshme. Por një vakt më vonë, pra fëmia do ushqehet me vaktin e drekës, do ketë dhe vaktin e darkës. Dhe qumshi gjithmonë qëndron aty. Si eksperiencë personale, paralelisht ti e ke mbajtur dhe qumshin e gjirit ndërkohë që jam akoma me gjithëdhënie. Okej. Fëmia është 13 muajsh. E ka kaluar një vit. E ka kaluar një vit edhe mendoj që nuk ka një stop. Është një lidhje shumë e fortë emocionale mes prindit edhe fëmijës, që ja u sugjeroj gjithë mamave, dhe unë akoma nuk jam e bindur plotësisht emocionalisht që duhet të ekzistojë kjo shkëputja dhe e kam marrë me qetësi dhe e shijon ai dhe e shijoj unë. Shikoj që fëmia im është shumë i mbrojtur nga virozat, nuk kemi probleme fare, domethënë shumë i qetë dhe në këtë pikë nuk është se kam një nxitim të madh që të bëj shkëputjen e menjëhershme apo drastike. Dhe ç'mendon ti për ato që ja shkëpusim menjëherë, për shembull, përdoren dhe metodat e tjera, që duhet ta ndajnë
fëmijën nga Në qoftë se është çështje dëshire, më vjen keq. Në qoftë se është çështje pastaj flasim për dëshire, për dëshire, deri diku më vjen keq, them drejtën. Sepse nuk është gjithënia, nuk është një proces që do të zgjasë gjithë jetës, më kupton, është një periudhë kalimtare. Po deri kur duhet zgjasë sipas teje? Sipas meje nuk është se ka një limit. Patjetër ti nuk do shkosh 5 vjeç duke ushqyer fëmijën. Po vjen graduale. Ka fëmijë që janë 3 vjeç, që janë akoma të paktën pinë për çështje edhe të drejtën deri atëherë nuk e besoj që jo, domethënë kur ta shikoj që fëmia im do kaloj te kjo pjesa llastrimit apo që do bëj si ves më shumë do ketë shkëputje. E them këtë sepse kam parë si rast dhe nënat kanë përdorur spes djegës, disa gjëra për ta larguar. Po që nuk e as unë vetë nuk e mendoj, domethënë deri në 3 vjeç me kategorika as deri në 2 vjeç, po që të paktën kjo faza e parë nuk dua që të bëj këto shkëputje drastike. Domethënë erdhi e bëri 1 vjeç dhe direkt, domethënë po i lej vetes kohë. Pa e pjesa e gjeldrave dhe ushqimeve të shtëpisë që përmendë pak më përpara, kur mund të filloj për fëmijën për të eksperimentuar? Në Gjermani thonë mbas muajit të 10. Ti mund nisesh nga pak, po. Por unë jam pak më strikte, unë them duhet presim deri 1 vjeç ose edhe pak më shumë. Domethënë kjo pjesa e kripës së shtuar vetë me vetë dije, duhet të jetë pak më graduale. Të paktën kur i përgatit ushqimin e kam si këshill edhe si nga përveja personale, them kur të përgatisim ushqimin për bebin, edhe mbasi ka mbaruar, domethënë ka kaluar viti i parë i jetës, të jemi të kujdesshëm pak me kripën, sepse ai automatikisht do bie në kontakt me ushqimin e familjes ku ka mjaftueshëm kripë. Kështu që nëse ne gatuajmë vetëm për bebin, paktën aty ta menjënojmë, të vi pak më graduale. Gjithsesi, ka njerëz që kanë secili eksperiencën personale. Për shembull, kam eksperiencën time personale që pas 1 vjeç vajzës kur bënim supra në shtëpi, i bënim pa krip. Dhe kripën ne të rritur të hedhim në pjatë. Pra, dhe kjo bën që ne po ham të njëjtin ushqim dhe ulja në tavolinë është shumë e rëndësishme. Ulja në tavolinë është shumë e rëndësishme dhe fëmia që i vogël ka atë instinktin e imitimit. Kur shikon që ti han dhe pjesa sociale, ne duhet jemi të gjithë bashkuar kur ham një vakt. Domethënë, s'kemi pse ta menjanojmë fëmijën në një cep apo një dhomë apo të haj vetë para ose mbrapa. Gjithë duhet ulën bashkë dhe fëmia duhet të eksplorojë. I rëndësishëm është kontakti fëmijës me ushqimin, produktin me duart. Ai duhet ta njohë ushqimin. Nuk ka problem fare që do bëhet pisa, po. Dhe ndërkohë çfarë sugjeroni ju në profilin e nutricionistës, por edhe të eksperiencës tënde për stimull që shtojnë qumshtin e gjirit tek nënat? Qumshti i gjirit, domethënë ndryshon në mënyrë të gjëra mamën. Qumshti i gjirit përshtatet nevojës fëmijës. Nëse një fëmijë domethënë do kërkoj dhe ka nevojë për më shumë, vetëm kontakti me qumshin automatikisht stimulohet në mënyrë të natyrshme. E kuptuar, sa më shumë ta Ai më shumë do të zi. Po shënojmë neve. Shumë qartë. Po mirë, çdo gjë nga domethënë shumë natyrale. Po, vjen si proces natyral, sepse ka disa procedura që pini boz sa më shumë, konsumoni këtë produktin, bulmet sa më shumë. Unë nuk i kam praktikuar, unë jam ushqyer metodat gjermane, prandaj po të pyes. Unë jam ushqyer thjesht shëndetshëm dhe më funksionon. Nuk kam përdorur qumësht ekstra apo formul, domethënë thjesht qumshti i gjirit dhe mjafton. Okej, po ja pra ka, po shembuj se këtu në Shqipëri ta detyrojnë që do pish boz, do hash këtë, kjo të stimulon. Jo, po përderisa e praktikojnë, ndoshta dhe ju rezulton efektive, po. Mbase Nuk e mendoj, po gjithsesi. Po, e kemi pirë në tjerë, mbyllur, po, nuk ka gjë që funksionon. Ndoshta dhe funksionon tani, as unë nuk duhet të ndërhyj shumë. Por unë jam edhe vetëm gjermane që më mjafton të ushqyer shëndetshëm dhe jem rregull me pjesën. Vlerat ushqimore do t'i shkojnë fëmijës. Po, që është më e rëndësishme vlerat ushqimore. Faleminderit shumë Ornela. Shumë faleminderit edhe juve. Faleminderit. Ikim në reklamë, kthehemi pas pak. Në
në studio dhe si që thamë edhe më herët, në fakt marë në konsiderat e gjithë deklarata e dhënë e këngëtares së famshme botërore, Jessie J, ku tha dhe në fakt po vazhdon dhe do vazhdoj luftën me kancerin e gjirit, ishte një zë shumë i fort për gjitha gratë, vajzat të cilat janë në lëkurën e saj, po ndjen të njëjtën gjë dhe ka edhe gra që e kanë kaluar, e kanë përjetuar si ndjesi, si luftë brenda vetes, është totalisht luftë me jetën dhe një ndër personat, një ndër gratë, vajzat që ne kemi pasur dhe vazhdojmë ta kemi edhe ditën e sotme në studio, e cila tregon një lloj force të paparë, mënyra se si e ka pritur lajmin, se si ka vazhduar jetën, si ka vazhduar luftën, si e vazhdon me vitalitet përditshmërinë e saj. Stella Nikola, mirëmëngjes, mirë se erdhe dhe është vërtet shumë kënaqësi që të shoh dhe të kemi këtu pranë. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, gjithmonë është një kënaqësi. Mashallah. Duket më vitale, bëni mashallah ju lutem. Edhe kokën e hudrës do të Faleminderit shumë. Unë mendoj që siç ndjehemi brenda atë transmetojmë dhe jashtë. Shfaqet. Ajo shfaqet. Vërtet e dëgjova dhe unë këngëtaren që kishte shkruar atë shkrim, për mua kishte shumë kuptim. Do me thënë, e ndjeva njësoj si veten time. Njësoj si veten time dhe thash që sigur ta kisha afër edhe ti thosha që jepi forca, është e vështirë, është një kalvari vështirë dhe unë e them gjithmonë, është një sëmundje që është e shërueshme. Vetëm kalvari është i vështirë. Sa më shpejt ta kapim, sa më shpejt ne të bëjmë kontrolle, aq më kollaj kalohet si sëmundje. Kur flasim për kalvar, Stella, si ka qenë kalvari yt gjatë këtyre kohëve të fundit nga intervista e fundit që ne kemi dhënë? Po, e mbaj mend intervistën e fundit dhe ka qenë që unë sa kisha filluar kemioterapin, edhe atë ditë nuk e di në qoftë se komunikova me ju që mua po mbinin flokët e para. Dhe kisha një siklet shumë të madh me veten time dhe po thosha çfarë po më ndodh një gjë shumë e rëndë për një femër, është shumë e vështirë. Dhe erdha te emisioni juaj me atë pozitivitetin, po brenda isha shumë keq, sepse po mbisja flokët e mi që i doja ai shumë tani me këtë parukën time, mikeshën time, i them unë që dalim dyja bashkë. Që të shkon jashtë zakonisht. Je përshtatur dhe duket sikur jeni për njëra tjetrën në këto momente edhe të vështira. Po si jo, më ndihmoj, kështu që kemi një bashkëpunim me njëra tjetrën. Kështu që siç po thoja, ishte ai momenti shumë i vështirë dhe aty e kuptova që kjo është ai kalvari dhe kjo është ajo kemioterapia, ato ditët e ferit. Dhe vërtet ishin të vështira, ato 3-4 ditë, bile unë e them shpesh me gocën, e mësoj dhe ajo ato 3-4 ditën që unë vërtet bëhesha keq, e shikon të maman e saj pa fuqi komplet, dhe Arita i thash që shiko, sa më keq të ndihet mami, aq më mirë bëhem sepse vepron ilaçi, dhe kjo na dha një forcë të dyjave, dhe thoshim, dhe sa ditë ma, dita e 4 sot, hajde ja hodhëm të 5-ën, jemi mirë. Pra, si proces me vështirë ka qenë kemioterapia? Kemioterapia ishte shumë e vështirë. Se unë kam qenë ai person gjithmonë aktiv, me sport, kam ngrënë shëndetshëm dhe nuk kam pirë një paracetamol në jetën time dhe të marrë gjithë ato mjekime, të shikosh trupin tënd që shkatrohet. Sigurisht që vepronte për atë problem që kisha, por që anët e tjera ishin komplet vrastare, por që ja ku jam. Po ato 4 ditët e kemios si kanë qenë për ty? Si ishin, çfarë përjetoje gjatë atyre 4 ditë? Unë e kam vendosur që do shkruaj një libër ose një rrëfim të jetës ime, sepse janë disa emocione si të shëmtuara, ashtu dhe të bukura. Sepse ishin ato ditët aq të vështira, po kur kalonte ai 4 ditë, 5 ditë, e harroje komplet dhe shijoje ditën aq bukur, me aq vlera, atë diellin, atë zgjimin nga krevati me fuqi. I jepje më shumë kuptim. Do me thënë jepja shumë kuptim. Edhe ne po thoshe në fakt Stella se unë kam parë shumë aktive. Gjatë gjithë këtij viti që ti ke pasur një sfidë kaq të madhe me shëndetin, ti nuk e hequr dorë nga jeta jote. Ti ke vazhduar të shkosh në punë, ke vazhduar të bësh rutinën tënde. Kam qenë gjithmonë jam munduar që nuk ishën pengje asaj që ti po kaloja. Sepse nuk dohet ta quaja si handicap. Ka shumë femra që këtë sëmundje e quajnë si handicap, bien në depresion ose mendojnë që nuk ka zgjidhje, ose ne nuk vlejmë më, ose ka diçka që nuk shkon me ne, dhe kanë dhe siklet me familjarët e tyre. Përveç se është shqetësimi, që është normale me familjarët,
Po ka patur raste zonja ku më kanë shkruajtur që janë abandonuar dhe nga bashorti për shembull. Për këtë rast, në këtë situatë të vështirë. Dhe jam munduar gjithmonë për të treguar që shiko, është një sëmundje e vështirë, është një kalvar shumë i vështirë, por që në qoftë se ti ke forca dhe ti e vlerëson veten tënde, çdo gjë arrihet. Dhe se rëndësishëm është ky vitaliteti dhe pozitiviteti për ta përballuar këtë sëmundje. Tani unë mendoj që kjo është kryesorja dhe gjithmonë them faleminderit Zot që më jep këtë energji. Sepse të gjithë më thonë që si ka mundësi e ke këtë energji, unë nuk e kuptoj vetë. Thjesht jam ky person që duhet ta jetoj jetën në këtë mënyrë. Dhe them faleminderit Zot që jam... Pse zgjodhe që të shkosh çdo ditë në punë dhe të vazhdosh rutinën tënde? Sepse, unë thash, është sfidë shumë e madhe. Mund të kesh pasur ditë që ndoshta nuk e dashur fare të zgjohesh, të ngrihesh nga krevati. Sepse nuk e doja ta pranoja veten që unë jam sëmur, ose ky është një handikap që unë nuk mundem të bëj diçka. Jo, thash, unë do ta mund këtë sëmundje. Unë ja dal, unë vete në punë, dhe vërtet ja rita, dhe u them gjitha mikeshave, dhe më shkruajnë bile, Stella jam keq, kam ato efektet anësore, edhe në 12 të natës u kthej përgjigje, sepse e di shumë mirë çfarë përjetojnë dhe çfarë do të thotë. Edhe i them që s'ka gjë, kaloj dita e 3, e 4, jepi forca dhe do ta shikosh, shko në punë, bëj jetën si bën çdo ditë, sigurisht me disa gjëra që nuk je ajo e para. Nuk i bën 100% që po i bën. Po që i bën. Çfarë janë disa gjëra që je privuar ti me që jemi këtu? Disa gjëra që ke dashur shumë ti bësh, por nuk ke mundur ti bësh. Po për shembull ishte ajo pasiguria që nuk dua të futem në partikolare, në veçanti, po var një rast tensioni ndryshoi. Dhe unë nuk e kisha në kontroll qarkullimin e gjakut, kisha pak tension edhe sigurisht edhe sëmundja nga ana tjetër dhe mu shumë fishuan. Dhe kisha një pasiguri dhe kur merja makinën vetë, thosha, mos më kap tensioni, jo po udhtoj larg, duhet të jem më mirë afër mjekut, duhet të janë ca pasiguri të vogla që më mirë të jesh në afër mjekut. Ndërkohë unë Stella u gëzova pafund kur pash videon tënde në plazh. Dhe kam darë direkt me gocat, i kam thënë që sa më bëhet qefi që shikoj Stellën në gjendje optimale, se tregohet, do më thënë, sa do t'i vështirë mund t'kesh kaluar, ti guxon që ta tregosh, të tregosh flokët e tua të reja, të tregosh momentin se si ti je, se si ti ndihesh. Edhe atë video ma ka bërë goca në plazh, ishte kështu dita jone e parë në plazh, edhe unë baja gjithmonë atë kapelen e madhe, nga sikleti pak i flokut, mos nuk më shohin mirë, ti gjitha me radhë. Edhe tha goca, mami i që kapele se duke shumë bukur. Ka të drejt, edhe e hoqja kapelen edhe thash që po ndaj me mikeshat e mia dhe të gjitha po më shkruani pse mund të shkojmë në plazh, mund të... Kjo ka qenë një ndër dilemat, për shkak edhe të kimioterapis, dhe më pas disave që mund kanë bërë edhe reze. Sa të sugjeruara mund të jenë ekspozime të tilla? Kanë bërë reze, radioterapi nuk është e rekomandueshme që të ne të dalim në diell. Kjo është kategorikisht jo. Mundësisht afër detit të ndjejmë atë energjinë, zhurmën dhe të lajmi në mëngjes ose mbasdite. Kurse kur ke mbaruar kemioterapin, okej, edhe operacionin sepse unë kam vënë proteza, kam hequr të dyja gjinjt, duhet isha e kujdesshme me notin, me... Tani aty duken vërtet bukur dhe ky është ai vrapi im. Përveç se bukur dukesh dhe shumë seksi. Ai vrapi im i vogël, sepse unë jam mësuar me atë aktivitetin tim, por që mundohesha të rija pak në diell, të isha në hije. Stella, nëse mundesh që të flasim pak, sepse ti e cekeve dhe unë doja që vetëm nëse ti do e cekje mund të ta përmendja. Pjesa e vendosjes të dy, ose e heqjes dhe më pas të rivendosjes silikonit tek gjoksit. Si ishte për ty, si proces, dalje parë para pasqyrës ndoshta? Më erdhi keq të them të drejtën se oqa ata dy gjinjt e mi që kishin ushqyer vajzën time dhe unë i doja, i dashuroja ashtu siç ishin, edhe me ato defektet e moshës. Unë jam kundra këtyre gjërave ekstra, jam dakord me këto rrudhat që na vinë në fytyrë, me këtë jo perfekcionizmin, por që isha e detyruar të bëja dhe ishte më mira për të. Ishte më mira për mua, ishte e vështirë shumë, sepse ishte një operacion i gjatë, një rigji nuk më vajti si që duhet, jam e detyruar të bëj prap një ndërhyrje tjetër, kështu që
vazhdon akoma ky kalvari, por që kanë ikur këto gjërat e mëdha. Tani po mundohem të përshtatem me këta gjinjtë e mi, ndihem e lumtur sepse jam mirë, jam afër gocës, kështu që si ka përjetuar vajza gjithë, ka qenë mbështetje për ty, e ke parë që ajo e ka përjetuar emocionalisht pak më rënd ose e ka t'i kaluar? Tani unë jam munduar me harmoninë që t'ja shpjegoj çdo gjë. Sigurisht. Ajo është në moshën që kupton shumë gjëra. Kur e mora vesh, nuk doja sepse interneti çfarë nuk jep, edhe për një grip jep gjëra që nuk janë të bukura. Jo më për një fëmijë 13 vjetë që do të përjetonte shumë më rënd, plus me shoqërinë, e gjitha me radhë, me qënëse unë e bëra publike. Edhe ja sqarova të gjithi, thash, mami ka këtë problem, është një gjë që do kaloj, më tha vetëm që unë e di çfarë mami kam, ti për mua je Wonder Woman, kështu që ne do ta kalojmë të dyja bashkë. Dhe vërtet më kanë ndënjur shumë afër, të vetme gjë që kishte, si duket kishte dëgjuar nga shoqëria, nuk e di, që nuk duhet të mërzitesh me këtë sëmundje, dhe më pyeste çdo ditë mbi 30 herë. Mami je mërzitur? Jo, mami jam shumë e lumtur, jam shumë e lumtur. Atë kishte si... Por që tani e shikon që çdo gjë mbaroi, je shumë e bukur, thot, gjithmonë përkthelim njëra tjetrën. Keni marrëdhënie shumë bukur. Dhe ti ke ndarë edhe me ndjekësit e tu edhe video ku ti bëhesh gati, lyen flokët, gjithë rutinën tënde, si është ajo ndjesia? Se ti e ke përshkruar edhe video e plazhit që flokët po rriten, zemra po forcohet. Mezi po pres që të heq këtë paruken time, sepse është edhe sikletshme tani në verë, sidomos kur je dhe në punë, je aktive në jetën e përditshme, është pak e sikletshme, por që të gjithë kolegët, mikeshat, familjarët më thonë janë shumë bukur, më mirë hiqe paruken, po unë dua ta vendos vetë, kur të jem në momentin tim. Çfarë mesazhesh të vinë, jam kurioz, sidomos për këto video që ti bën me heqjen e parukës? Sepse... Janë video vërtet shumë frymëzuese kur i shohim, sepse secili duhet ta di dhe ta përjetojë, duke e parë edhe ne që s'kemi lidhje me këtë gjë, ne përjetojmë. Mesazhet e mia dhe kryesorja është që ne dukemi bukur edhe kështu pa flok. Nuk duhet të kemi turp, sepse si që ceka në fillim që është problemi që jo je sëmur, ti ke diçka që nuk vete, ke turp nga shoqëria, bile disa mikesha arritë dhe më thanë që pse bëre publike, ti tani je dhe vetëm, nuk kesh problem të gjesh një shok të jetës, dhe i thash sa mirë, në qoftë se ai person nuk do e pranoj këtë situatë ose këtë gjendje që kam unë, më mirë të largohet sa më parë. Ato që janë braktisur pikërisht në këtë moment. Edhe për këtë i bëj këto video, sepse ndihem shumë mirë kur unë bëj diçka të re dhe të bukur me sëmundjen time që kam në kuriz. Dhe të gjitha më shkruajnë, më dërgojnë foto me pa flok, të gjitha dhe thonë sa bukur. Dhe ndërkohë ke lyer. E more rekomandimin dhe miratimin e mjekut? As diskutohet, kjo është këna, është boj bimore, nuk ka asnjë gjë kimikate, le që unë nuk kam përdorur edhe më përpara gjëra kimikate, po kjo është 100% e aprovuar, edhe thash, edhe prandesh dhe ajo ngjyrë, sepse është ngjyra natyrale e kënas, që nuk ka asnjë aditiv, pa shtesa fare. Kështu që provoja të ngjyrë, po jam më bukur me flokët e zeza. Po sepse ti të ndikon shumë imazhi, pra për që ti je mësuar flokët e zeza. Sepse unë vi brune nga natyra, kështu që them që jam gjithmonë taj format. Edhe prandaj ke zgjedhur që edhe ta mbash. Kam dëgjuar histori të zonjave dhe grave që momentin e rënies së flokëve dhe gjatë atij procesi i kanë hequr të gjitha pasqyrat në shtëpinë e tyre. Jo, unë nuk e kam bërë atë gjë. Ditë për ditë shikohesha, më pëlqente vetja, thosha hajde se do t'ja dalësh, iku kjo dhe kur fillojnë dalin ato flokët e para. Ska lumturi më të madhe. Nuk ka lumturi më të madhe, do me thënë i përkëdhel, këshu, i blek. Të duken pak të vogël. Edhe goca thot mace, si mace i ke mami flokët, se janë do të bukra, por kam zbuluar dhe diçka tjetër dhe dua ta ndaj me mikeshat që kemioterapia vërtet të shkatron dhe të heq komplet gjërat që ti ke patur, por sa mbaron kemioterapin, fillon një rilindje. Është si puna atyre flokëve të reja që dalin. Si ato flokët e një bebe që dalin, edhe lëkura bëhet e re, dele gjitha e re, kështu që kjo është një rilindje për ne, pse mos sa më shikojmë dhe anët pozitive, të ajo gjë negative. Pra, çdo qelizë kancerogjene largohet nga trupi dhe fillon del çdo gjë nga e para, edhe janë si ato filizat e reja. Kështu që
që unë dihem kështu me re tani. Dhe ndjesh dhe duke shumë bukur, ashtu si që Dhe e ndjesh e mënyra se reflekton. si ti e përshkruan të gjithën është vërtet shumë Faleminderit frymëzuese. shumë. Bravo të qoftë dhe je vërtet Bravo të heroin. gjitha, sepse jemi të gjitha shumë të forta. Pa diskutim. Dhe nuk na mposht asnjë gjë. Kjo është mesazhi im, nuk duhet të dorëzohemi. Është një sëmundje që fatkeqësisht është shumë e shpeshtë tashmë dhe është ka bërë shumë familjare. arritur, doktoresha ime më tha, ka arritur 1 në 6 femra që diagnostikohet me këtë sëmundje, por që nuk duhet të mendojmë frikën e vdekjes, e humbjes së jetës, sepse në qoftë se do ishte një rast i tillë, këtu do kishte ndodhur Po, vërtet është. një gjë e tmerrshme. Kështu që mjekimi është i dur. Mjekime ka, mjekësia është avancuar shumë, pa diskutim. Duhet që të bëjmë kontrole të shpeshta. Sepse pastaj ajo kalvari do jetë. Ta kapësh në kohë. Po, ta kapësh në kohë. Pra të mos jetë vetëm ai tetori roz që janë shkoni, vizitoni, po të jenë gjithë muajt e tjerë që gratë vajzë dhe vajzat që duhet të ta ketë edhe këtë pozitivitetin që ti ke. Pa diskutim, është shumë i nevojshëm. Është shumë e duhur, edhe pozitiviteti yt, edhe ai Jessie J këto 2 ditë të fundit kanë qenë ato gjërat e duhura për të një mesazh të mirë. Bravo Stella, dhe faleminderit shumë që e shijuam shumë të gjithë të mëne. Edhe për mua. Jeni shumë të mirë. Faleminderit. Dhe do të sërish me kënaqësi. Flasim për sukses të plot. Po, do vi me flokët. Me flokët tua, me flokët tua. Ikim në reklama, kthehemi pas pak. Erdhëm dhe më besoni kur ju them që studio është mbushur me një super energji pozitive, sepse të tillë ka energjinë Andrea Berner, është gjermane, po s'do e kuptoni fare nga e folura sepse e flet shkëlqyer gjuhën shqipe. Shumë faleminderit. Mirëmëngjes. Shumë kënaqësi që jemi. Shumë kënaqësi edhe për mua. Gjithkohë, nuk di. Po, unë jam e vërtet një person shumë pozitiv. Shumë pozitive. Edhe unë jam shumë e lumtur në Shqipëri, unë jam fanse madhe e Shqipërisë. Po dua shumë Ja ta Shqipëri. nisim nga këtu të shnet ti që fillove të dashurosh Shqipërinë. Kur nisi dashuria jote me Shqipërinë? E vërtet direkt në fillim. Unë kam ardhur në 2018, edhe që unë kam ardhur që në dita e pa unë gjeva si shtëpi. Sepse njerëz janë aq të dashur, aq mirëpritur, aq hapur, edhe në jetën e përditshme ti marr shumë dashuri, ti ndihesh relaksuar, Cili vend ka mirëpritur. qenë i parë ku ti ke shkuar, ku ke Unë mbërritur? isha gjithmonë në Tiranë. Në Tiranë. Tani kam 7 vite. Po pse ke ardhur Andrea në fillim? Po, unë kam punuar 7 vite në një projekt e Komisionit Evropian, edhe kam bërë këtë edhe përpara, unë jam në Gjermani, për të mbështetur Shqipërinë që të bëhet anëtare e komunitetit evropian. Edhe këtu e kam bërë të njëjtën që për 7 vite, edhe kështu. Ti e njeh Shqipërinë përpara se të merrje këtë propozimin Unë kam për qenë një punën? herë në lidhje me punën që unë ka bërë për shtetin gjermane, kam qenë një herë, edhe mora një ditë të bukur, mora një telefonat, edhe një koleg italian nga Komisioni Evropian me ka propozuar, hajde këtu kemi një projekt për të mbështetur Shqipërinë. Të kishte mbetur peng Shqipëria kur erdhe për herë të parë, doje të riktheheshe? Prit, edhe unë kisha direkt intuitin nga zemra ime bëje kjo. Ishte pa mendjen fare, edhe unë kisha një luft për të organizuar kështu, sepse Ministria nuk donte të lërmuar, po pastaj, direkt në fillim unë kisha një super ndjenjë. Pra ti duhet patjetër që të jetoje në Shqipëri, edhe për vibin që të jepte Shqipëria. Po, nuk e dija përpara, sepse kisha vetëm një takim punës, edhe isha në zyrë. Dhe nuk kishe vizituar vende, pra nuk kishe njohur shumë traditën shqiptare. Po, asnjë gjë. Po, unë kam shumë fat, unë kam super miq shqiptar, jam shumë afër me një familje mrekullueshëm shqiptare, jemi bashkë për vitin e ri, për të gjithë festat familjare. Si ka mundësi e flet kaq bukur gjuhën shqipe dhe kaq mirë me gramatikë dhe e shkruan shumë mirë mbi të gjitha. Po. Si e ke mësuar? Unë kam mësuar direkt në fillim sepse unë donte të flas me çdo person. Jo vetëm me ata që din anglisht. Unë duhet të flas me persone dyqan, në kafe,
jam me të gjithë personat, edhe unë donte të mbështesje time, fëmijët me nevojë, edhe me këtë kam filluar 2018 direkt, vullnetarisht, anash, me disa projekte të bukur. Po të kanë ndihmuar dhe komunikimi me shqiptarët, me njerëzit, pa mjetesa, bashkëjetesa me shqiptarët. Po. Edhe për këtë ti duhet të flas shqip, sigurisht, sepse një fëmijë. Ti ke marrë një mësuese që ta ka mësuar, për të qëndruar pak këtu. Ke marrë një mësuese që ta ka mësuar shqipen? Kisha një super mësuese, faleminderit Rovena, është një super mësuese, ne kemi përqendruar, ishim si shoqë, ne kemi folur për jetën e përditshme, duke ishte gramatika është flas, edhe ishte super. Dhe ishte interesante fakti që ju flisnit vetëm në gjuhën shqipe, asnjë shpjegim në gjuhën gjermane. Po, është një strategji e re, mësuari që mësuesi flet vetëm shqip, kur të mëson shqipen. Ishte super, me mua ka funksionuar. Pas 6 muaj, unë isha paka shumë mirë, edhe pas taj me ka ndihmuar shumë familje shqiptar, shoqëri shqiptar që kisha, kam edhe të puna mund të pëndor kjo, me fëmijët. Ne shqiptarët kemi një problem me gjuhën gjermane, themi gjithmonë që sa e vështirë është për ta mësuar. Po, gjuha shqipe është super vështirë. Gjuha shqipe është me vështirë. Nuk e di, nëse tashmë shqiptarët po mësojnë shumë gjermanisht, por kur mëson një gjerman shqipen, besoj duhet jetë goxha e vështirë, se kemi edhe ne ato problemet tona. Gramatika është komplet ndryshe, është vetë e vështirë. Tani, do më tregosh pak sa të kanë ndikuar dhe ndihmuar ty yoga në jetën tënde dhe artet marciale. Po, një ditë të bukur, unë kam çuar një fëmijë me nevojë te kung fuja, te arte marciale, për të mbështetur fëmijën. Ishte vetëm për fëmijë. Nuk është se kishe një uri më herët. Po, farë. Edhe mjeshtri i kung fus, Albert Kola, që është partneri im të biznesin Retreats Albania, me sa, hajde edhe ti bërje bashkë me çunin. Dhe sa unë jam me veshje e punës, nuk dua, hajde. Edhe e bëra, ka komplet ndryshuar jetën time. Ke marrë sa shprehje shqiptare tipike. Vili. Gestikulacioni komplet shqiptar. Po, sepse kufua nuk ka të bëj me luftimin kryesisht ose vetë mbrojtje. Ka të bëj, ti bëhet fjalë për të futsuar mendërisht të fizikisht, për të kapëtsuar frikat e tua, edhe blokimet e brendshme, edhe të gjesh vetën tënde. Edhe kjo është fix, edhe është super. Me ka ndryshuar komplet. Tani jam vetë trenere e kung fus, edhe jam trenere e jogës, bashkë me mjeshtrin e kung fus, Albert Kola, kemi bërë disa projekte për të mbështetur rinë të shqiptar, që ishin mbështetur nga ambasada gjermane, gjysë gjermane, bizneset gjermane. Po, që të futen edhe ambasada kineze, që futen e botën e shportit, edhe e djem e forcuar, nuk merren vetëm me celulare, me kompjuteri, e djen vetën që janë të fortë, që mund të arrijnë qëllimet e tyre. Kjo është shumë e bukur. Ndërsa ti personalisht me jogën ke një jetë të tërë që merresh. Po preso. Po çfarë të duhet? Mina unë kam të shfaq që po pres, ka kthyer kurrizin e fare. Unë po pres të kthehet ndonjëherë. Po pres bravo. Edhe për suksesin e projektit kemi vendosur, ne duhet të ofrojmë këtë shërbim edhe të rriturit, të huaj edhe të shqiptarët. Edhe ky ishte arsye, unë kam vendosur, unë largoj Gjermanin komplet. Unë kam mbaruar, unë kisha një punë super stabil për shtetin gjerman, ju mund të imagjinoni me një super pagesë të gjithë. Unë kam shkëputur, kam vendosur komplet për Shqipërinë, në fillim këtë vit kemi simuluar Retreats Albania, e kemi prezentuar të ITB në Berlin, ne kishim një artikull të madh të Gazeta e Berlinit, jemi një trend e re për 2025 për auditimet, ka jashtëzakonisht shumë interes në disa vende e botës edhe brenda Shqipërisë. Shumë interesante. Edhe tani ta bëjmë ndonjë pyetje? Sigurisht po. Tani e në rregull, mos prit më tani. Tani mos prit më. Nëse ka ndonjë pyetje mund të vazhdoni. Unë jam të më bëj dhe mua ndonjë. Nga traditat shqiptare, çfarë ka bërë më shumë përshtypje në Shqipëri, që ndoshta tani vërtet e dashuron dhe praktikon dhe vetë?
Unë mendoj Gjermanet mund të mësojnë nga shqiptarët. Vërtet? E vërtet. Edhe kryesisht tre gjërat. Unë mendoj shqiptarët janë shumë të veçantë, nuk indikohen shumë nga krizat e jashtme. Nuk panikohen. Rinë si që janë relaksuar. Nishi, dyshi. Në jetën e përditshme janë shumë të hapur. Nuk janë, unë vjen nga një kulturë që është formale, që është fokusi të performancën, që është janë njerëz janë me distancë, dihen shumë vetëm, kanë problemet pastaj psikologjike. Këtu njerëz takojnë, hajde për një kafe, dhe të flasim për problemet. Nuk kemi nevojë për një psikolog. Ne kemi një tjetrin. Kjo është super. Nuk është atje si kështu. Super stresuar, më familjar. Aty ti duhet të punosh shumë, ti duhet të japësh rezultate, nuk e të sonë farë si që dihesh, bëje punën, bëje në 1 orë, 2 orë, 3 orë, shumë stresuese. Dhe sa këtu është avash, sa ore pija të kafen për ulesh? Kafe, po, sigurisht. Janë 3 orë. Në pin kafe turke pin? Jo, espresso. Do të pish edhe në një kafe turke. Një Gjermane që pinë kafe turke në Shqipëri është fantastike, lidhe historisë. Kafe këtu pushtuesit. është super, është super. Është dyshi, edhe treshi. Treshi është kjo e mbështetje brenda shoqërie dhe familja. Nuk është e mbështetje me... Dhe unë pak më përpara. Është super. Unë jam shumë afër me këtë familje të mrekullueshëm shqiptar. Është edhe kam super me shqiptar. Edhe e mbështetje nuk është me këshillat, është me veprimat konkrete, është me shumë dashuri. Jemi më të gjendur. Ja, për njëri tjetrin, po bëjmë për njëri tjetrin. So ti e dihesh e vërtet dashuruar, ti e dihesh qetë, edhe kjo të jap qetësi. Me shumë dole të dashuria. Pra se kam qish parë, do 3 herë doja bëj këtë pyetje. Po jo, jepi Bora tani, se e ka pyetjen Bora. Ja, shë wow, këtë tani nuk di. Do të pyes tani për dashurinë, se këtu në Shqipërinë e kemi patjetër, po pam një vajzë, një zonjë, themi që je dashuruar, ke familje, do njohësh një partner shqiptar, për shembull, si është me jetën tënde? Unë jam jashtëzakonisht e lumtur me jetën time. Unë kam këtë familje shqiptar, unë kam super miq, unë kam një super grup të kung fu, në mbështetjen e tjetrin, kam super shoqëri, kam shumë fëmijë me që jam shumë afër si një prindër ekstra. Pra ti po thua që nuk e ndjen nevojën e një bashkëpunëtore. Po, ty të mbush shpirtërisht kjo gjë. Ekstrem. Po nevojën për një... Shto ditë marr shumë përqafime, kjo më pëlqen shumë në Shqipëri. Nuk merr një përqafim dashuror, për këtë kemi fjalë, për një partner për dashur. Po kjo nuk të duhet kur ti je komplet. Ti je plotësuar. Unë jam so plotësuar. Po nëse do të vinte, nëse një burr shqiptar do të vinte dhe do të shfaqte gjithë afeksionin, dashurinë e tij, ti je hapur apo jo? Po, ja sigurisht. Më mirë një shqiptar se një gjerman. Po, sigurisht, po. E vërtet, sepse janë super të dashur. Sidomos në këtë moment që e ke ndërtuar jetën këtu, do ta kuptoje shumë mirë një bashkëshort shqiptar, për shembull. Po, sigurisht. Mua më pëlqen edhe që shqiptarët flasin për ndjenjat që kanë, flasin për dashurinë, janë super të hapur, edhe vajzat shqiptar janë so beautiful, janë super të bukur dhe veshin shumë të bukur. Është diçka tjetër. Je shumë mirë, faleminderit. E mendon largimin nga Shqipëria? Jo, kam vendosur tani që unë vi të Shqipëri në fillim vitit. Edhe tani nëse villojnë retreats Albania. Do me thënë ti mendon që do rish këtu dhe nuk e mendon rikthimin në Gjermani. Do t'jetosh këtu, e këtë ndarë. Ata të shtëpisë çfarë thonë, të kërkojnë andej? Mami ndoshta? Jo, mami me kupton shumë. Mami kupton... Po nuk ta ndjen mungesën. Okej, por përpara kam banuar në Berlin dhe ajo është në Stuttgart edhe janë 800 kilometër, ajo është mësuar edhe ajo kupton që unë jam super të lumtur këtu edhe pëlqen shumë çfarë unë bëj me Retreats Albania sepse edhe ajo është shumë sportive. Yes. Edhe është diçka shumë e bukur. Dhe ajo është e lumtur kur ti je e lumtur. Nuk e di pse imagjinoj që shumë shpejt për shembull ti mund të jesh një nuse tradicionale shqiptare veshur me kostumin tradicional shqiptar, ndoshta për të bërë një dasëm. Okej. Mirë pres. Se jo, unë
mendoj të gjithë të mundur, kjo është moto im, edhe ti mundesh, unë munde. Unë mund të rritem çfarë unë do, edhe kjo është mesazhi që kemi për të gjithë njerëzve. E kishi për batutse edhe mund të ti përderisa je shumë e lumtur, je shumë e përmbushur, e plotësuar, mjafton ti jesh rehat dhe pastaj ti bën jetën si duash ti. Po, e bën tani. Po, e bën tani. Ti do shijosh momentin, pra kjo është motoja. Ti shijon momentin sepse momenti është shumë i rëndësishëm. Pikërisht, ke shumë të drejtë. I ke provuar ndonjëherë kostumet shqiptare tradicionale? Me që na e solli bora. Po, i kam provuar. Okej, janë bukur. Ditë kërcesh valle? Po, sigurisht, unë isha ftuar tek një martesë shqiptare unë tisa, me fejnë familjen edhe shoqërinë, kam mësuar të gjithë traditat. Po, çfarë di një këngë shqiptare? Duhet të kishin vënë një këngë. Lule me pëlqen shumë. Lule. Këndoje pak e këndon pak që ta dëgjoj. Jo. Unë jam shumë sportive, po unë jam këngëta meke që botas. Që na kujtoje si këngë. Vetëm për ta kujtuar doja. Po, jo. Po një valle që ti e gërsen për shembull? Valle kosovare, valle shqiptare, tropoja. Nuk e di shumë. Nuk e di shumë. Unë e di, po jo, vetëm gjëra të thjeshta. Po tani ushqimi shqiptar që ty të pëlqen më shumë nga të gjithë. Ushqimi me pëlqen shumë, e shumë i fresket. Dëgjoj, unë mendoj, njerëz janë çik laguar nga natyrën. Merren vitamina artificiale. Po këtu kanë super kastravec, ke super domate, ke super perime, e shkatuar fresket, nuk është para pegatitur me disa gjëra të shtesë, si në vendet e tjera. Nuk janë të konservuar, pra ka natyral shumë gjëra. Dhe ti e shijon. Njerëz shkojnë të marrë një masazh, ti nuk duhet një masazh, ti duhet të shkosh në natyrë bësh ushtrimet. Edhe kjo është çfarë ne duam me Urtritës Albena, ne çojmë njerëz në natyrë, në vendet e bukura aty te plazhi Generalit. Fundjavën e kaluar ne ishim te Erasmus me një grup mix gjerman shqiptare. Ne bëjmë hiking, ne bëjmë yoga, ne bëjmë atë marciale. Edhe pastaj më thanë, unë kisha shumë dhimbje shpatula për disa javë, nuk e kam me, wow! Unë jam so relaksuar, edhe ne duhet të forcojmë ata. Kjo është një mision që unë ndihem, edhe kjo më bën shumë të lumtur. Fantastike. Andrea, je thjesht fantastike. Faleminderit shumë që ishe sot na ke Kam bëhuar. Kjo shajtje është vetëm 5 minuta. Kam fluturuar koha. Pyetje që ti preknim të gjitha. Edhe kjo është edhe me ju ndjeva si jam me shok, shumë relaksuar. Faleminderit. Shumë pozitive, faleminderit. Ikim në reklama, kemi një tjetër të ftuar vetëm pas pak. Qëndroni me na. Ikim. Erdhëm, u rikthyem dhe një bukurosh na ka zbukuruar studion tashmë. Është Joel Peza, jam sigur që e njihni, se ka qenë jo vetëm pjesëmarrës në emisione për fëmijë në kurtin e Peter Pan, që aty ka pas daljen e parë, po edhe në shumë emisione të tjera për fëmijë, këto kohë që ti nuk e qenë me atje. Joel Peza, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si që mirë se erdhe. Po si je një herë? Mirë jam. Të ka dalë gjumi apo s'të ka dalë? Më ka dalë. Të ka dalë tamam. Mund të flasi për gjitha gjërat për ty. Po. Super. Po, mund të pyesim çfarë duam kështu, domethënë. Ke ndonjë gjë në një fushë që mund mos e pyesim? Ke ndonjë merak? Jo. Edhe mbi të gjitha një bie në sy dhe fakti që je rritur, se gjithë ky djalë i madh dhe kur më dorë mua çfarë të vogël. Kanë kaluar 2 vite që nga kurti i Peter Pan, po ti ke vazhduar që jo vetëm ti je pjesë e televizionit, po ti je pjesë edhe si imazh në për reklama të ndryshme që ty të kanë ftuar, edhe si aktor, edhe si pjesëmarrës të klipin e Mato Lales, apo jo? Po. Të ka ecur mbar këto kohë. Mato Lale më trego pak, si u bëre ti pjesë e klipit ati, si të kontaktoi? Tash nuk më kontaktoi ai. Po? Më kontaktoi si një kështu regjizore. Oh, okay. Që më tha, Ata që realizojnë klipin. bësh pjesë. Po desha mund bësh pjesë edhe takum edhe shkon atje taj vendi që u filmuar në Fugon. Shkoj me furgën. Dhe si shkoj si, të pëlqeu ty si gjë? Po. Ishte hera parë që ti e bëj atë? Po hera parë që isha në videoklip. Që ishe në videoklip, Po si e pritet, se kam përshtypjen ti Mato Lalen e njihje. E kishe qef si këngëtar.
Dhe si e pritën momentin që të thanë që do marrësh pjesë atje, u gëzove? Po kënaqja shumë. Po me Maton patën një kontakt e klipi? Si ishte Mato? Fliste? Ishte djalë i shoqërueshëm base? T'jepte pak muhabet ty apo qëndronte më larg kështu? Ja, jepte pak muhabet. Jepte pak E që të tha për shumë, bëri ndonjë kompliment? Apo të njihte, të kështë parë më para? Më kështë parë më para. E të mbante mend. Jo, sa vjeç vajte ti? 9. 9 vjeç. Dhe çfarë klase e vjeshtë ti jesh? E ke mbaruar shkollën? Mbaroi shkollën tani apo? Po. E kam mbaruar 3-ën dhe do hyj në 4. Do hysh në 4. Të pëlqen shkolla? Fantastike. Dhe çfarë mendon ti për shembull që në të ardhmen kur të rritesh pak më shumë, çfarë ke qejf që të ndjekësh, të bëhesh? Unë për vete kam qef bëm aktor, gazetar, kuzhinier. Edhe kuzhinier. Po. Po më pëlqen që aktor, gazetar edhe kuzhinier. Të pëlqen ushqimi? Po. Cili është ushqimi jot i preferuar? Ndonjë kështu që të gatuan mami ose e kërkon ti çdo ditë për shembull. Ha njerë, apo ke shumë duket. Tash janë shumë ushqime të mira dhe duhet mendohesh. Po thuaj njërë nise njëherë me 1-2 për shembull. Na thuj 3 pra. Se le janë të thënë. Hajt pizza. Pizza, tani pizza. Edhe është një mamë gjithmonë që ja bën kështu po pse. Ushqimi që mami ty gjithmonë të thot po pse duhet ta hash, është pizza? Që të thot gjithmonë po pse gjithmonë do që të hash pizza? Akullori është ushqimi që thot ashtu mame. Thot ashtu mame, ja? Po. Do më thonë ti gjithmonë po deshe një kërkes nga vetja është që dua një akullore. Dhe mami thot jo. Vin nga shkolla e duaj akullore, po ja, më vonë duaj tjetër. Po te dyta pastaj mami thot prit se i zgjate kërkesat. Dhe ndërkohë ty të pëlqen bota e televizionit. Po, më pëlqen. Dhe ti ke ndonjë figurë që të pëlqen më shumë, për shembull që e imagjinon që të bësh si ajo kur të rritesh, që të prezantosh një emision. Kush të pëlqen kështu si imazh për shembull? Si imazh? Ja nga këto se Një prezentues, ose nga ata që të kanë ardhur të Peter Pani, kë ke pëlqyer më shumë? Për të Peter Pani më shumë. Kë ke pëlqyer ti? Nga personazhet që kanë ardhur atje, ai që të ka pëlqyer ty më shumë? A mos të kujtohet asnjë. Tash është pyetje e vështirë. Po me këta fëmijë që ke pasur atje, me kë mban ende shoqërinë, ndoshta nga gocat, nga çunat? Nga çunat mbaj me Spiron, edhe nga gocat me Tejan. Okej. Dilni, vazhdoni me njëri tjetrin, shkoni për lojra bashkë për shembull? Po. E keni këtë lloj shoqërie? Ja, po shkoj disa foto Adrola Dushi, për shembull, Big Basta. Ti ke bërë dhe pyetje atyre kur ke qenë më i vogël. Edhe pastaj edhe ke folur pak me ata se ke bërë foto. Si ti janë dukur ty ata? Loricana. Shumë mirë. Kush njëri nga këta për shembull? Loricana, Adrola, Big Basta, Bruno me Clyde-in. Të shumë ka pëlqyer më shumë Bruno me Clyde. Ata të dy. Çfarë të thanë ata ndonjë gjë? Mbamend? Të kujtohet? Ja. Po shi mban mend thuaj 2 vite tash. Ka të drejtë. Ja dhe mi to basketbolli këtu te kjo fotoja për shembull, të pëlqen të luash në kurs? Basketbolli? Po. Po tani e ke sport të preferuar basketbollin? E kam sport preferuar. Po je... Edhe 3 herë në ditë merrem me basketboll. Bravo. 3 herë në ditë apo 3 herë në javë? Jo, 3 herë në ditë. 3 herë në ditë? Unë ngatrova 3 herë në javë, s'ka që. Po, tani, je i mirë në basketboll, bën shumë kosha? Po. Bravo, bravo. Dhe kur të rritesh do të bëhesh sportist apo do të vazhdosh botën e televizionit? Tash edhe basketbollist mund të bëhem. Po tani edhe basketbollist edhe kuzhinier, shumë mirë, se për shembull po ti ke të dyja balancon ushqimin, po shikoj se ti edhe aktrimin e ke provuar. Po. Do bëhesh dhe aktor. Në cilin film ke qenë? Tash ta shohim që ka kohë. Në cilin film ke qenë? Në vite të tjera. Çfarë është ky filmi? Ka qenë kështu një film me metrazh të shkurtër. Po. Që nuk folje. Pra, ke qenë vetëm si imazh, le të themi. Okej, ja shikojmë këto plane. Po me kë ke luajtur tjetër? Kishte ndonjë aktor të rritur? Apo nuk e mban mend? Jo, nuk ishte, më duket. Më duket që ishim vetëm fëmijë. Më duket, ë? Ka qenë me fëmijë, po. Se thot më duket që ishim eksperiencë e bukur. Domethënë kaq vjeç sa je ti, ke provuar të gjitha gjërat, ta ndash mendjen se çfarë do bësh, ke kohë, avash.
Ke ndonjë gjë që të ka mbetur peng tani pa provuar? Ndonjë sport, i ke provuar të gjitha. Ti e ke të qartë që e do televizionin, pëlqen të marrësh pjesë në emissione për fëmijë, në projekte televizive, edhe kamera të do ty po ashtu, kështu që do jesh pjesë, të vazhdosh të jesh pjesë edhe në vijim. Ne urojmë që ti të kesh shumë suksese në vazhdim. Edhe gjithmonë të dalesh mirë kudo, po ki parasysh gjithmonë shkollën do ta kesh shumë parasysh. Për shkollën si të mira, që jam me notat mira. Bravo, e shikon shembulli i një djalit mirë me notat mira, bravo të qoftë. Joel, pas shumë suksese. Faleminderit shumë që erdhe. Ditë mbar. Faleminderit. Ikim në reklama pas hapësirë kuzhinës, pas një ditë sa më të bukur. Pafshim. Ditë mbar gjithëve.